Nderuar miq, ju përshëndes nga studio emisionit Fusion të premte në mbrëmje në këtë transmetim të drejt për drejt. Jam sot me kryetaren e Bashkisë së Vlorës, zonja Bruna Mersini. Mirë se erdhe, zonja Bruna, në këtë bisedë të drejt për drejt. Mirë dhe mirë se vjen. Atëherë, do doja ta nisja me një pyetje që sigurisht është e natyrshme për shkak të asaj që ndodhi pra në nëntor. Pra në zgjedhjet e parakohshme të pjesëve vendore, ku ju kandiduat si përfaqësuese e Partisë Socialiste dhe fituat pra si përfaqësuese e Partisë Socialiste në një mandat i cili duhet të them pra që nuk është i plot, por që sigurisht që është një mandat që patjetër dhe besueshëm është që do t'i paraprit dhe duhet t'i paraprit një mandat tjetër. Sepse në një mandat pak më shumë se një vjeçar, askush nuk ka rëndësi të realizoj atë që quhet vizioni gjithse kujt që vjen në një detyrë të tillë të rëndësishme në një qytet aq tepër një qytet si Vlora. Kështu që si pjesë ose si vazhdim i këtij prezantimi doja të dija cila ishte firma e parë që ju hodhët duke qenë në karrigen e kryetares së Bashkisë së Vlorës. Më kujtohet që po ti që kujtohet jo më ka bërë dikush tjetër këtë pyetje dhe në fakt ishte propozimi për krijimin e një studio kolektivi brenda urbanistikës. Pse ishte kjo thjesht pjesë e rutinës, e një rutine që vinte natyrshëm si një hallkë, një zinxhiri që kishte nisur dhe vijonte mtej, apo ishte pjesë e asaj që përbën prioritetet tuaja për në detyrën e kryetares së bashkisë? Ishte më thjesht se kaq, sepse ditët e fundit të nëndorit bashkia ishte duke përgatitur buxhetin e vitit 2026, edhe për shkak të këtij buxheti që edhe unë u integrova në punën e administratës, më lindi nevoja që të flisja me urbanistikun për projektet që do të parashikonin ata, dhe pash disa mangësi në mënyrën e organizimit për dorëzimin e një projekti drejt buxhetit, edhe për këtë arsye në ato momente kuptohet bashkë me disa aktorë të tjerë të bashkisë, të stafit, edhe me propozimin vet të urbanistëve, mendova që do të ishte e nevojshme që me urdhërin e parë të kryetares së bashkisë të riktheja në zyrën e urbanistikës, le të themi disa punojës të stafit urbanistikës që qëndronin rreth njësive administrative, domethënë arkitekt dhe inxhinier që qëndronin rreth njësive administrative. Pra për ta përforcuar këtë njësi, këtë zyrë që besoj është shumë e rëndësishme në aktivitetin e bashkisë, që lidhet me perspektivën e qytetit. Jo vetëm kaq, por duhet të jetë efikase, burime njerëzore në njësinë administrative për profilin e punës arkitekt dhe inxhinier, besoj që kohën e kishin shumë të lirë, edhe kishin pak orë pune që do të ishin efikas, kurse zyra urbanistikës është një zyrë promotore projektesh dhe duke gjeneruar projekte në bën punë për qytetin, duke filluar nga shkollat, nga qetet, nga kopshet, edhe unë gjej rastin e të përdozoj stafin urbanistikës së qytetit, ku për një kohë rekord ne kemi arritur të prodhojmë gati 18 projekte. Atëherë, natyrshëm, aq tepër kur bëhet fjalë për biseda të tilla të drejt për drejta që ndjekin koherencë dinamikën e zhvillimeve, jo vetëm në qytet, sepse emisioni Fusion tashmë është konceptuar, është konsoliduar si emisioni i cili të kalon kufijt ose limitet gjeografik dhe kohor për atë qytetit, por në këtë kuadër, në këtë arsyetim, do doja që të ndalesha në një moment pra që besoj se ishte e rëndësishëm dhe me shumë interes për të shikuesit, për qytetarët vlonjak, por jo vetëm ata, sepse Vlora është një qytet që tashmë është destinacion kryesor i turizmit dhe sigurisht edhe për ata që vinë dhe vizitojnë Vlorën, që kalojnë pushimet në Vlorë, pra ky është problem që është me interes. E kam fjalën për parkimet me pagesë. Sot ishte dëgjesa publike për caktimin e zonave të administrimit për parkimet me pagesë të tarifave përkatëse, pra respektive përgjithsisht edhe për tarifat e shërbimeve që ofrohen për mjetet, sigurisht që bllokohen për shkak të shkeljeve në hapësirat që ofron besoj policia bashkiake dhe njëkohësisht tarifat e karrotrësit që tregton mjete. Duke ndjekur dinamikën e atyre gjërave që u tha sot, besoj se ky projekt i cili ka nisur, në fakt, duhet thënë kjo, ose për treguar transparent, në dhjetor mos gaboj të 2024, ka një moment që duhet të zbatohet. Ky është
Kjo është pika më e rëndësishme. Pas këtij momenti të sotëm, besoj dhe sa është koha për të implementuar në mënyrë tërësore kjo gjë, pra ky projekt. Do të përfitoj nga koha televizive dhe do të jem shtërruese, sepse gjej rastin këtu që një nga vendimet për parkimin ishte dhe transferimi i gjithë linjave interqytetase edhe linjave ndërkombëtare drejt stacionit të ri që neve krijuam të rrugës të segmentit fundor të qytetit. Kuptohet që ajo vendim i Këshillit Bashkiak ishte një propozim që ka ardhur nga një grup interinstitucional ku e kryesonin Akademia e Policisë së Shtetit, Policia e Qarkullor, Policia Bashkiake, zyrat e transportit dhe e infrastrukturës në Bashkinë e Vlorës dhe gjithë ky grup prej ekspertësh, pasi eksploruan gjithë rrugët e qytetit dhe kanë riskun shumë të lartë që Transballkanikja paraqiste me ndalimet vend e pa vend të autobusave dhe me numrin më të lartë të aksidenteve, propozuan atë rrugë dhe u gjej rasti sot që ne jemi duke projektuar një terminal për qytetin, edhe besoj që për një kohë shumë të shkurtër duke parë asetet e bashkisë, edhe duhet që neve këto asete edhe nëpërmjet një vendimi të Këshillit Bashkiak që ditën në vijim ne kemi propozuar për krijimin e një personi, domethënë një shoqërie SHPK të bashkisë, në mënyrë që gjithë asetet e bashkisë nëpërmjet Këshillit Bashkiak, gjithmonë nëpërmjet Këshillit Bashkiak, si në vendim të ligjit të pushtetit në zbatim të ligjit. Pse theksoni këtë nëpërmjet vendimeve të Këshillit Bashkiak? Sepse e përsëritet 2-3 herë. Gjitha ligji i pushtetit vendor kuptohet që organi konsultativ i kryetarit bashkiak të bashkisë është Këshilli Bashkiak. Dhe të gjitha vendimet kalojnë nëpërmjet atij këshillit, pra edhe ai vendim për transferime këtyre linjave që do të jetë përkohësisht dhe në lidhje me parkimin, do të paraprij një terminali të qytetit. Atëherë, para se vemi këtu, sepse duke qenë në profesionin e gazetarit dhe kontakte sigurisht që me stresat e ndryshme të popullsisë kam të përditshme, para disa ditësh mos gaboj ditën e parë që u vendos që mjetet e transportit interurban të zhvendoseshin në hyrje të qytetit, aty ku ju e thatë, unë pata me thënë drejt disa ankesa nga disa drejtues autobusash, të cilët thoshin sepse që në këtë vend ku ne tashmë tutje do të vendosemi për të ushtruar aktivitetin, mungojnë të gjitha elementet përkatës që e bëjnë të nevojshme ose funksionale këtë zgjedhje që është bërë. Atëherë, kjo do të jetë e prershme, kjo gjë? Unë e rishteksova, është një i përkohshëm, por unë besoj në rrjetet sociale kam darë pamje dhe video të ndryshme të qëndrimit të atyre të buzëve në Transballkanike, ku parkimi 2 dhe 3 që krijonin, apo tek ne dim tani që në Vlonjak temë të Sazani, trafiku i rënduar, sidomos në sezonin veror që shkaktonin këto lloj autobusash, pra nga të gjitha anët dhe ajo që u shqetësonte shumë të gjithë ishte interceptimet e kalimtarëve që rruga Transballkanikës i ka me numër të lartë, ka gati 10 interceptime kalimtarësh. Dhe autobusat e parkuar dysh, agjensitë shpesh mallra që ata i linin në rrugë të pakujdesshëm, dhe unë i kam dhënë në rrjetet sociale këto pamje, e bënin rrugën Transballkanike me risk të lartë. Rruga që ne e kemi provizorisht është një rrugë i cila është e monitoruar me kamera, është shpejtësia kufizuar, fillon me 20 dhe përfundon me 40 si segment rrugor, nuk ka interceptime kalimtarësh, i ka trotuaret e gjera, ka një hapësirë sigurie pas ndalimit të autobusave dhe kjo është e përkohshme, sepse ne jemi duke projektuar stacionin terminal. Ku do të jetë? Kuptohet qyteti jemi duke studiuar 3-4 vende, por ajo që sot na shqetëson dhe kemi një alertë si urbanistik është që ne duhet të integrojmë dhe udhëtarët që vinë nga aeroporti drejt terminalit. Pra që linja mos ndërpritet, nëse një udhëtar do të vijë nga aeroporti drejt terminalit, nga terminali do të ketë linjën që të futet në qytetin e Vlorës. Pra do thotë që me logjik unë marr me mend ose perceptoj idenë që ky vend për terminalin do të jetë diku mes hyrjes së qytetit dhe aeroportit të Vlorës, po. Do të jetë hyrjen e qytetit dhe jemi duke parë asetet që ka Bashkia e Vlorës dhe pikërisht kur ne krijojmë bashkinë sipërmarrëse, pra atë që të gjitha bashkitë, Bashkia e Durrësit, Bashkia e Lezhës, Bashkia e Shkodrës, së fundi dhe Bashkia e Imazh duke projektuar, janë bashki promotore që kanë krijuar bashkinë SHPK dhe nëpërmjet bashkisë SHPK ti nëpërmjet aseteve ke të drejta, ke mekanizma të tillë ekonomik dhe financiar në vendimarrje për të shfrytzuar asetet dhe këto asetet duke shfrytzuar në mënyrë të tillë që kur ne duhet të bëjmë parkime terminale të kthehemi në një bashki sipërmarrëse. Pra t'i afrojmë qytetit pa diskutim shërbimin se sa ai vjen i pari, po dhe këto asetet ti shfrytëzojmë në
duke mbledhur kuptohet të ardhurat ekonomike për bashkim dhe këto të ardhura ti përkthejmë në investime për qytetin. Sa e largë do të jetë koha që Vlora do të ketë terminalin e vet, sikundër e ka dhe Korça. Është gjithë qytetet, Durrësi është duke përfunduar, Saranda po ashtu. Pra do të jetë, unë besoj që shumë shpejt ne kemi përcaktuar, kemi piketuar vendin, jemi duke marrë me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës për gjendjen e status juridike disa pronat të bashkisë dhe fillon projektimi. Dhe kemi në linjë kryesore pra që ne u futëm me këto xhepat tek parkimi i pagesë. Parkimi i pagesë është iniciativë e nisur nga administrata e pashme e bashkisë, ashtu siç ju e theksuat në dhjetor 2024 me punë të lavdërueshme të materialit që kanë dorëzuar, edhe ky material në iniciativën time është riaktivizuar, edhe duke marrë një vendim për shqetësime që sjell sot trafiku në qytet. Ne kuptojmë që ne duam një qytet që në sezonin turistik Vlora ka një trafik të rënduar. Pra nëse nuk na shqetëson në kohën e dimrit, në kohën e verës është një shqetësim për gjithë ne, sepse rrugët e qytetit duhet të shfrytëzohen ashtu siç nga bicikleta, ashtu dhe nga ambulanca apo nga zjarfikse, po ashtu dhe nga qytetarët edhe linjat e autobusëve. Dhe kjo është një shqetësim. Por ndryshimet e kodit penal, ku parkimi dysh sot e ka futur në kodin penal me kundërvajtje penale si kategori juridike është pikërisht ky përcaktim po. Me dënim maksimal, domethënë ti rrezikon lirinë për parkimin dysh, edhe shumë shpejt në rrugët e qytetit kjo do të jetë problem. Dhe pra disiplini urban është një nga qëllimet e parkimit pagesë, por paralelisht duhet të them që edhe motivimin e njerëzve për të përdorur mjete të bicikletave apo shpesh ne me makinë kërkojmë të vemi të blejmë edhe diçka shumë të vogël, dalim nga shtëpi tona me makinë. Ne duam të çojmë fëmijën diku edhe prapë përdorim makinën. Kjo do të jetë një motivim në mënyrë të tillë që ne të fillojmë të përdorim me mjete alternative për qytetin, por përveç kësaj, të gjitha hapësirat e qytetit duhet përcaktohen, sepse unë e shikoj për një kohë shumë të shkurtër në detyrën time që ka shumë konflikte për parkimet e pagesë që janë lëshuar dhe parkimet e pagesë kuptohet që një biznes do t'i dedikojë parkimet në pranë biznesit të vet, por nuk i pëlqen dikujt tjetër. Dhe shpesh është bërë burim konfliktesh kudo. Fakte po të rikthehemi pak në kujtes kur operonte pra koncesioni privat PPP për parkimet e Vlorës, pati atë disa raste që kishte konflikte të cilat arritën deri në përprasje fizike. Pra është një model i cili pati dhe të tillë element, por sigurisht besoj nisur nga ato janë marrë parasysh të tjera gjëra ose për të riparuar situata të tilla të pakëndshme, për të parandaluar. Përdor një term që them që ne duhet të jemi kopjatës të mirë të praktikave të mira. Dhe praktika të mira të parkimeve ka kudo. Por në qytetet turistike parkimet janë një fokus të veçantë. Dhe pa diskutim të gjitha bashkitë, kudo në përballë që kanë qytete bregëtare, shikojnë se dhe si burim financimi, të ardhurat është veta parkimet, por nuk është kaq vetëm ky qëllimi. Unë shikoj shpesh që ka qytetarë të cilët duan të kenë pranë banesave tyre parkime dedikuara për banesat të jenë rezidentë dhe ta kenë vendin e parkimit të sigurt, dhe kjo është shumë e drejtë. Pra, nëse ne kemi vendosur që parkimi i pagesë do të jetë rreth 10 orë në ditë dhe pjesa tjetër e mbrëmjes, nëse ju jeni rezident pranë banesës. Pra që do të thotë, për ta sqaruar këtë moment. Në 24 orësh 10 orë do të jenë të tarifohen, të cilat do të jenë është përcaktuar kjo fashë deri në orën 16-18, domethënë ka sepse sezoni nga 8 e mëngjesit deri në 16-18 të darkës të mbrëmjes, po. Dhe pastaj kuptohet që ju vini në shtëpitë tuaja dhe jeni rezident dhe nuk ka se si të tarifohet. Dhe pa diskutim kush është rezident do të ketë abonet e veta, do të ketë akseset e veta si rezident, në mënyrë që të mos tarifohet rreth. Do të thotë rezident në akset përgjatë akseve që do të përfshihen në zonën e administrimit apo jo? Në zonën e administrimit. I referohemi për shembull bulevardit Vlorë Skel. Nuk është zonë që është pra përjashtuar servituta, pa diskutim se servituta, si nuk ka servitut në hyrjet e banesës, servitutat janë nga pas pjesa e pasme e apartamenteve, zonë kryesore bulevardit Vlorë Skel dhe ne kuptojmë që ka disa makina, por shqetësimi shumë i madh i joni këto kohë është që kemi të evidentuar në terren në rrugët e bashkisë me qindra, le të themi arrin edhe me makina të braktisura. Është vërtet është një shqetësim shumë evident. Neve kemi filluar të jetësojmë disa lulishte aty që me hapjen e kohës, sepse moti nuk na ka lënë të bëjmë disa punë që i përshtaten dhe duan mot,
të mirë. Ne kemi disa makina që nuk e kemi evidentuar as nëpërmjet ndërmarrjeve përkatëse për të gjetur pronar, sepse janë të braktisura, të harruara, edhe kjo është problem, sepse kemi vajtur te bloku Orizi për të filluar investimin, mund të jenë mbi 15 makina të braktisura, disa dhe të amortizuara, të dëmtuara, domethënë thjesht inerte, që kanë mbushur këto makina të vjetëra dhe janë bërë dhe ato si vend depozitimi pastaj të Mua më kujtohet me që erdhi momenti, me që erdhi fjala në këtë moment që diku afër skelës, përgjatë bulevardit kryesor, vjet një makinë Forestrat me targa të huaja, po e them të targa polake, ka ndonjur aty me muaj të tërë pa lëvizur. Pra një nga avantazhet e kësaj parkimi pagesë është pikërisht te kjo. Po ka dhe institucione të cilat shpeshherë shqetësohen, ashtu siç gjykata kohët e fundit ka pasur shqetësimin e vet për disa parkime të dedikuara, sepse punë dhe profile të tilla të njerëzve që kanë të shërbyer 24 orë. Pra disiplinohet, ka një disiplinë urban të qytetit. Sigurisht. Dhe ne kemi tentuar dhe me kalkulimet që kemi bërë, ne përfitojmë 1821 parkime në rrugë dhe 365 parkime në sheshet. Kjo është për ta sqaruar këtë. Para se të vim këtu, edhe një herë duhet të kthehesha, sepse përmendet subjekte që kërkojnë parkime të dedikuara, përmendet institucione publike si gjykatat e tjera, por ndërkohë, përgjatë i referohemi bulevardit Doroskel, ka subjekte tregtare të mëdha, të cilat e kanë të nevojshme parkimin. Në këtë rast do të përjashtohen nga hapësira që shfrytëzohen deri tani si parkim i dedikuar ose hapësira të dedikuara. Ata mund tarifohen. Ka tarifim, thjesht ka ndryshuar forma e tarifimit. Që të jetë më i lehtësuar krahasuar me qytetarët e zakonshëm? Me i lehtësuar. Me pjesën tjetër. Sepse nëse tarifoheshin për 24 orë në ditë, do të tarifohen për 10 orë në ditë. Pra, do të ketë diferenca të kësaj natyre. Diferenca të këtij natyre, sepse ne kemi, domethënë, digjetat publike kur janë bërë ato kohë kanë vendosur 50 lekë orën të tarifimit. Dhe karotreci që ka qenë prapë i përfshirë në paketën fiskale është 4 deri në 5000 lekë të reja, që do të jetë tarifimi për karotrecin. Ne jemi duke paraqitur Këshillit Bashkiak në muaj që do të vinë, edhe vendin e parkimit të makinave që ne do t'i marrim nëpërmjet karotrecit, në mënyrë që atje ku të jenë të depozituara, të jenë të paguara nga ne, dhe do të paguhen pa diskutim. Vetë pronarët e automjeteve që janë shkelës, evidentojnë si shkelës. Ne do lëmë një fazë pilote dhe kemi tentuar që rreth muajve të verës, nëse do ketë blonjatë të cilët kthehen dhe i kanë lënë makinat e tyre, do ta kenë kohën e verës që në mënyrë që mos tarifohen në vend qëndrimi ku ne do të krijojmë për këto makina të marra nëpër rrugët e qytetit. Pra do pagojnë vetëm shërbimin e karotrecit dhe pas muajit gusht shtator, për çdo ditë qëndrimi do të rinë dhe në fushën e krijuar prej nesh, pra në vend qëndrimit e krijuar për bashkisë, do të tarifohen atje. Atëherë, qëndrojmë tek momenti, se përmendet që parë rezidentët, cilët pas orës 16:18 do të kenë hapësirën e tyre si kundër dhe tani pranë banesave. Por ndërkohë mund të evidentojnë shqetësime të tilla, të cilat besoj që janë evidente, të cilat konkretisht banesat ose pallatet që janë afër rrugëve të cilat do të tarifohen, do të jenë pjesë e administrimit me pagesë të parkimeve. Do ndodhen përballë banorët e këtyre pallateve, do ndodhen përballë faktit që qytetarët të ndryshëm, të cilët duan të shpëtojnë pagesës, vendosin automjetin në hapësirën ku nuk do të ketë administrim me pagesë dhe krijohet një konflikt mes banorëve rezident dhe atyre që i vendosin në mënyrë të. Por nuk besoj që kjo do të jetë për një kohë shumë të gjatë, sepse kjo është faza e parë e implementimit dhe ne. Çfarë thotë faza e parë? Faza e parë sepse ne duhem të fillojmë me disa sheshe ku të kthejmë këto sheshet në promotor të modelit të mirë të parkimeve, ashtu si kudo në qytetet e tjera të Shqipërisë, domethënë shpesh ne vemi në kryeqytetin tonë ku na lidh më shumë puna për qëndrime dhe kudo që vemi parkimet janë parkimet tarifuara. Dhe ti kur e tarifon makinën, ikën e sigurt, sepse ajo makina në ambientin ku ti lë është një makinë e sigurt. Pra është një model i mirë i administrimit të pronës tënde, sepse ti e lë dhe vazhdon punën tuaj dhe mendoj që kjo faza e parë ku ne do të shikojmë se si do të implementohet, pra se do kërkon investimet e para fillestare, kërkon investime, kërkon burime njerëzore, forma e modaliteti që ne do ta krijojmë këtë, ka disa modalitete dhe në ditën e vazhdim ne jemi duke marrë për zgjedhjen e modalitetit, nuk duam të përjashtojmë formën e pagesës, kuptohet që do të jetë forma e pagesës nëpërmjet kartës, po do të ketë abone patjetër. Do të ketë disa bileta ku dikush që nuk ka mundësi nëpërmjet aplikacionit telefonit
që mund ta paguaj në aplikacion, ai në platformë direkt nëpërmjet telefonit mund të bësh pagesë online, mund ta bësh pagesën nëpërmjet kartës, mund ta bësh nëpërmjet abonesë, po edhe dikush që nuk mund ta përdori telefonin dhe nuk ka kartën, mund të vejë pranë një biletarie të blejë një bilet parkimi. Pra gjitha format e mundshme, po. Jemi duke menduar që të gjitha format e mundshme drejt këtij investimi që do të bëjmë do të jenë. Dhe kuptohet që ky investim duke pasur dhe këto vështirësitë e veta të implementimit, kemi lënë që kjo faza e parë dhe pastaj në një moment të dytë ne do të vazhdojmë pjesën tjetër të qytetit. Pra hapësirat e brendshme? Hapësirat e brendshme dhe ku ne më shikojmë që ka sheshe. Por në lajmin e mirë të kësaj kohe është që ne Fondi Shqiptar i Zhvillimit si një partneritet i qëndrueshëm i zhvillimeve të qytetit dhe të investimeve ka projektuar që zonën e Skelës do të ketë një parkim të madh i cili do të jetë një parkim gati prej 300 mijë. Atëherë para se vim aty. Ju pak nga ajo që ka prezantuar deri tani, u ndalët në dy element të cilët përbëjnë pra gjithë problematikën që ne jemi duke trajtuar për trajtimin për aplikimin e tarifave të hapësirave të parkimit. Pra, në njërin krah kemi pjesën e disiplinimit të trafikut në qytet, lerimin e hapësirave dhe njëkohësisht në krahun tjetër kemi disiplinimin e trafikut, kuptohet. Po, sigurisht, ajo është themelore, por nga ana tjetër kemi dhe aspektin ekonomik. Sa është numri i vendeve të parkimit që keni përcaktuar nga studimi deri tani për rrugët dhe për sheshet? Kemi 20 rrugë mos gaboj, segmente rrugore dhe 3 sheshe. 1821 parkime në rrugë dhe gati 365 në sheshe. Dhe sa parashikoni? Me tarifim ditor prej 3600 lekë të vjetra le të themi. Si mesatare. Për mesatare. Si mesatare. 500 lekë të vjetra ora, kuptohet në 10 orë. Edhe ne do të tarifojmë kuptohet me pjesën sepse ka abone, do të thotë abonentët do të kenë skontot, rezidentët, bizneset. Pra është një platformë e cila është duke diskutuar ana financiare. Por unë mendoj që në panelit tuaja mund të vinë edhe ekspertët të cilët e kanë punuar këtë dhe të jenë shtrues ata, sepse duan që kohën time të flas më shumë për projekte të tjera. Atëherë javën tjetër dua ta trajtoj këtë temë si pjesë, si vazhdimsi e kësaj që ne trajtuam, por me që nisët projektin në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit FSZH, pra për parkimet në zonën e Skelës. Për çfarë projekti bëhet fjalë? Bëhet fjalë gjithmonë për parkimet, sepse kuptohet që në vëmendjen tonë do të jetë në fokus gjithmonë qyteti dhe trafiku i tij. Dhe konkretisht në cilin vend? Sepse ju e shikoni që në rrugët e qytetit, duke qenë se edhe rrugët që ne kemi krijuar në qytet rrugë të cilat nuk kanë gjerësinë, ato gjerësi që ne shpesh kërkojmë nëpër rrugë, edhe mendojmë që kudo ku ka hapësirat të cilat mund të kthehen në parkime, kemi marrë propozime edhe nga disa arkitektë huaj, një zviceran që jeton në qytetin ton, ka sjellë një projekt pranë afër banesës së vet, ka bërë një parkim të vogël të një lagje që në çudi po të ma kishte thënë dikush që aty mund të parkohen 8 makina, do më duket e çuditë. 80. Por arkitekti kishte bërë një super projekt për 80 makina te bloku Oriz, ku ne kemi bërë projektin si bashki, pra Bashkia e Vlorës, studio projektimi brenda Bashkisë së Vlorës, në rehabilitimin e fabrikës së Orizit, zonës aty, ne kemi bërë dhe një parkim brenda lagjes që kemi projektuar 80 deri në 90 makina në realizimin e atij parkimi. Është parkim mbitoksor apo i nëndeshëm? Ai nëndeshëm, po. I nëndeshëm, kemi menduar 80 deri në 90 makina, jemi duke parë kostot financiare, kuptohet, sepse gjithmonë kosto efikasitet edhe mënyra e menaxhimit të mëvonshëm, por projekti është i tillë që kudo ku të futemi të krijojmë edhe hapësira të parkimeve. Pra ti kemi studimet për këto, të kemi projekte, në një moment ku qyteti do ta kërkojë, do të jemi gati për ta investuar. Pra ku ka hapësira ne jemi duke menduar, kurse zona e Skelës është 300 makina. Zona e Skelës ku, në cilën pjesë? Te pjesa ku ne themi para Regina Garden, pranë hotelit Regina Garden. Atëherë sheshi përpara universitetit. Përpara universitetit, pa e cënuar kuptohet universiteti, gjithë ajo hapësira do të kthehet në një parkim. Shpresoj fort që ky projekt të marrë jetë, sepse është i domosdoshëm. Parkimi për një qytet turistik është, le të themi, element kyç në pa diskutim. Edhe në afrimin e stresit, domethënë të eliminon stresin e gjithë vizitorëve në këtë qytet. Sigurisht. Dhe nëse themi që ka nisur tratativat për realizimin e këtij projekti, ka ndonjë parashikim qoftë për afër se kur mund të konkretizohet, pra të kemi një hapësirë të tillë parkimi e cila zgjidh goxha probleme? Fondi Shqiptar i Zhvillimit është në fazën e tenderimeve, prokurimeve në këtë
aspekte lajmi mirë që Bashkia e Vlorës do të jetë partner në përfitimet gjithmonë, se investimi do të jetë investimi i Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Në fakt, ma kurseve një pyetje sepse ishte pikërisht kjo që do të vinte pastaj, pra kush është financuesi? Jemi duke parë kudo ku ne bëjmë projekte, Bashkia e Vlorës të hyjë, sepse ne duam të krijojmë bashkinë sipërmarrëse. Pra duam të krijojmë të ardhurat tona si bashki. Dhe këto të ardhura kuptohet, ne kemi shumë nevojë për kopshe, ne kemi nevojë shumë për shkolla. Duhet fillojmë në zonat urbane, investimet e kanalizimeve, të rrugëve, dhe të gjitha këto prona që bashkia nëpërmjet të treve do të themi në thonjza pak agresiv që të hymë në tratativa për të përfituar sa më shumë dhe nga investime. Kështu që Fondi Shqiptar i Zhvillimit si partner në të. Kur thoni bashki sipërmarrëse, në aspektin e sigurimit të ardhurave në rritje apo jo? Në rritje, kuptoj. Aktualisht, sa janë të ardhurat e bashkisë? Pra, nëse bëjmë një krahasim me konceptin tuaj si bashki sipërmarrëse dhe asaj që është aktualisht. Bashkia ka do ketë ndryshim të madh? Kuptohet që do ketë ndryshim të madh, se do të them kudo ku ne udhtojmë apo kudo ku kemi marrë shkëmbim me eksperiencash të bashkive, le të themi Vjenën, për shembull, Bashkia e Vjenës, 14% të pronave në Vjenë janë të bashkisë, sepse bashkia pra pronave të paluajshme, po jo, në gjithë hapësirën e këtij qyteti. Bashkia mund të afrojë edhe ne kemi shumë vizitorë në qytet për arsye të ndryshme pune, bashkia mund të ketë një strukturë hotelerie të vetën që të mund të Pa diskutim. Është një praktikë të bashkëore perëndimore, po. Bashki sipërmarrëse, kupton, mund të kesh një agroturizëm të vetën bashkia. Pra ka asete të tilla që mund të krijosh iniciativa të tilla ku ti punson punojësit, edhe të ardhurët këto i qëndrojnë edhe punësime, pra bashkia sipërmarrëse është duhet të jetë një iniciativë ku të gjithë kryetarët e bashkive janë treguar ambicioz në propozimin që kryeministri ka bërë për ta parë bashkinë sot si bashki sipërmarrëse për të krijuar të ardhurët e veta, kudo ku ne shikojmë ku asetet tona mund të jenë shfrytzueshme me ide të tilla. Janë evidentuar, është bërë një listë e aseteve të bashkisë, një listë konkrete që janë kaq dhe nga këto mund të ketë studimet të cilat kanë avancuar për të parë një vlerësim, për të bërë një vlerësim, qoftë edhe për afërt, asaj se çka mund të sjellë. Ne do të bëjmë hapasapi, por pak asete ka toka, flasim gjithmonë për hapësira tokash që janë. Edhe godina, besoj. Edhe godina, janë shpesh ne kemi probleme të pronave, siç e shikoni këtu, segmenti i Transballkanikës i Volës, domethënë, ka ngelur investimi sepse një pronë atje është drejt një procesi gjyqësor, ajo shtëpia në fund të rrugës është drejt një proces gjyqësor dhe nuk na lë të shkojë investimi përpara, sepse problemet me pronat janë kudo pengesë. Edhe nuk është se bashkia ka ato pronat pafundme, por ne shpresojmë që ato që kemi t'i kthejmë në asetet tona. Me nëpërmjet projekteve të kthejmë bashkia SHBK ose sipërmarrëse dhe të jenë të ardhurat e veta që t'i përkthejmë në investime. Pra mos shikojmë pa diskutim grantet e pakushtëzuara, fondet që ne marrim nga Ministria e Bujqësisë, nga AKMC-ja, pra nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, ku gjej rastin të ndaj që ne kemi depozituar pranë Ministrisë së Bujqësisë disa projekte për një kohë shumë të shkurtër, arrim të realizojmë disa projekte ku ka qenë pastrimi, le të themi, janë projekte që janë domosdoshme, dikush mund të thojë nuk është projekt pastrimi kanalit, por është thelbësor sepse janë 100 hektar top që në kanal, dhe unë jam të treguar shumë këmbgulse që projektet e para që të bësh ishin pa diskutim për kanalet bujqësore. Dhe kam depozituar pranë Ministrisë së Bujqësisë për pastrimin e kanaleve kulluese, po. Dhe Proj Bunavis për shembull në zonën e Shushisës gjitha ajo janë gati 300 hektar që nëpërmjet pastrimit të atij kanali që është gati rreth 4 km, 3.5-4 km, të pastrohet edhe këto tokat bujqësore të shpëtojnë nga problemet që kanë. Edhe nga përmbytjet sepse kuptohet që jeta e një fermeri dhe sakrifica e jashtëzakonshme e tyre për vetëm për një kanal të brenda një stuhie dhe një kohe ikën investimi. Edhe jam treguar ambicioze po ashtu dhe për zonën e Novoselës, ku kanali, le të themi zonës Akërnis, që ai është gati 3.5-4 km, kemi depozituar dhe pranë Ministrisë së Bujqësisë dhe për atë, dhe ashtu dhe si për zonën e Dalanit, ku sot në zonën e Dalanit ka filluar pastrimi nga bordi rajonal, sepse batica e detit krijoja të probleme në zonën e Zvërnecës dhe sot ne kemi fenomene natyrore shumë të çuditshme. Kemi filluar pastrimet e kanalit, puna ka ecur prej 2 ditësh edhe themi që për disa ditë ne do të krijojmë. Pra janë projekte në pastrimin e kanalit që janë domosdoshëm. Edhe ka shumë vite që nuk kanë qenë në fokus, kështu që janë në fokus dhe Ministria e Bujqësisë ka kthyer një përgjigje pozitive për disa nga këto projekte tona. Emergjencat civile
Ministria e Mbrojtjes në bashkëpunim me buxhetin e Bashkisë së Vlorës do të krijojmë qendrën e emergjencave civile pranë ish hangarëve. Kur thoni ish hangarëve, pra tek zona e ish fushës aviacionit, apo për qenë konkret me publikun, po. Po, ajo është një zonë. Hangarët e avionëve. Hangarët e avionëve është pronë e Bashkisë së Vlorës, aseti i Bashkisë së Vlorës, si flas për gjithë. Pra s'ka qenë asnjëherë pronë e Ministrisë së Mbrojtjes? Siguron aseti i Bashkisë së Vlorës, dhe duke qenë se ishte aseti i Bashkisë së Vlorës, unë bashkë me Ministrinë e Mbrojtjes edhe me suportin e Ministrit të Mbrojtjes është elaboruar projekti, do të jetë financuar bashkëfinancim Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile dhe Bashkia e Vlorës. Pra është një projekt që brenda vitit do të jetësohet, do të fillojë pa diskutim ndërtimi dhe ka të fazat e veta të procedurës së zbatimit të kontratës. Çfarë, po? Këto janë projekte të cilat janë nëpërmjet granteve. Ministritë të tjera kanë hapur thirrje, shpresojmë që të depozitojmë projektet tona pranë çdo lloji ministrie, le themi Ministria e Arsimit është një nga synimet tona që nëpërmjet Ministrisë së Arsimit projektet që kemi të arrijmë të kemi ndonjë financim për kopshte, shkollë kudo ku ne arrijmë të kemi projekte të konkurrojmë. Atëherë, nga ajo çka prezantove deri tani në këtë moment të diskutimit tonë, më ngel në mendje një çështje që lidhet me zonën e retrotullimit të ish parku i Tregtisë. Në fakt, është konceptuar, është në një fazë avancuar, por gjithsesi në këtë fazë që është një fer i vërtet për drejtuesit e automjeteve. Kur do të marrë fund kjo, kur do ta shohim të mbyllur atë pjesë, dhe tjetrën është ajo që lidhet me grantin e performancës. Ishte një nga risitë e projekt buxhetit të shtetit për vitin 2025, që u veçua, u diskutua, dhe që bashkitë të cilat kishin performancë të mirë, të këndshme, të rrese, efektive, mund përfitonin pra deri në 2 milionë euro veç granteve të cilat ishin parashikuar pra për to paraprakisht. E përfitoj Bashkia e Vlorës të gjë dhe njerëmi tek pyetja e parë. Unë do vazhdoj të jem deri në fund të bisedës tonë dhe besoj edhe në fund të mandatit tim e drejt për drejt dhe transparente, dhe jo, nuk e ka përfituar grantin, ne çedonin në shumë aspektet të performancës dhe pikën më të dobët në raportin që unë kam lexuar të performancën ishte kopshtet e shkolla. Dhe për të ardhur keq që ne në kopshtet e shkolla nuk kemi performancë të mirë. Edhe më vjen keq që vëmendje më të madhe do t'ia kushtojmë fëmijëve, edhe ne aty e humbi vëmendjen. Në këto ditë kemi bërë në projektet e Bashkisë së Vlorës është rekonstruksioni i kopshit, do të filloj shkolla Ismail Qemali, ka filluar Marigo Pozio, mbaroi Lev Sallata, kemi projektin e shkollës Katereron, por kemi menduar që me shkollën Ismail Qemali në rast se buxheti do të mjaftojë mund ta investojmë në shkollën Katereron, por i kemi kushtuar shumë vëmendje krijimit disa këndreve të lodrave në qytet, gati 3 këndre lodrash që do të jenë këndre lodrash cilësore për fëmijët, pra të gjejnë, dhe po ashtu nëpërmjet bashkëpunimit tepër interesant me shkollën industriale, me një grup njerëzish të jashtëzakonshëm atje, që pavarësisht moshës së tyre sfidojnë moshën, edhe me të profesionalizmin e tyre i dhurojnë qytetit disa aplikacione, ashtu siç ishte vendosja e asaj aplikacionit për ditën e 14 të shkurtit, dhe ne duam ne duam nëpërmjet atyre të vendosim disa, le të themi, ato paralelet që ne jemi rritur si fëmijë dhe kënde të tilla kudo në qytet. Po 3 kënde lodash bashkia do të investojë në hapësirat cilësore dhe po kemi futur në buxhet rekonstruksionin e kopshit 9, që është dhe kopshit 1, dhe po ashtu do të hapim kopshin me drek në Orikum dhe çerdhen në Orikum. Ndërkohë kanë afat këto se kur? Futën vendimi Këshillit Bashkiak të Marsit. Pra bëhet fjalë për këtë vit, po? Po. Buxheti, domethënë, janë të futura në buxhet, pra ne i kemi lënë hapësira buxhetit që këto të jenë të financuara, edhe projektet janë të mbaruar, është fazat të cilat janë fazat e prokurimit dhe zbatimit të kontratës që marrin kohën e vet për fatin tonë në keq, janë kohë të gjata, por shpresoj fort dhe do jem optimiste që këto do të mbarojnë brenda vitit. Pra kemi kushtuar shumë vëmendje rekonstruksionit të kopsheve edhe shkollave. Pra këto janë gjitha financimet të bashkisë? Këto janë financimet të bashkisë. Po ashtu do ta kthej vëmendjen tek pyetja juaj. Po, se kemi lam retrotullimin tek. Se na është bërë shqetësim. Jo, Erasmus dhe Araroja, kështu që gjithë ajo, por qyteti i Vlorës ka një problem shumë të madh me rrjetin e infrastrukturës së ujit, sjellësit. Edhe ajo ngjarja që ndodhi, nxori në pa shumë dobësi.
të rjetit, dhe një nga dobësitë ishte që qyteti duhet të kishte dikur inxhinierët e vjetër në qytet dhe projektet kanë qenë përdorin ato që ne quheshim saracineska, edhe komandoi qytetin nëpërmjet këtyre saracineska në mënyrë manuale, të cilat kalimi i kohës ose eksperienca të ndryshme të inxhinierëve, diku le të themi jo cilësor, diku me eksperiencën jo e dur, e kanë nxjerrë këtë trendin e komandimit manual, dhe qyteti duhet që të komandonte vetëm nëpërmjet asaj gjë që ndodhi kur ne kishim të dëmtuar furnizimin kryesor të qytetit, gjithë qyteti, përveç një pjese, sepse një pjesë e transballkanike disa zona vazhdonin me nga një linjë tjetër e qytetit furnizimit, ata nuk u cënuan nga gjëra që ndodhi. Në fakt ishin disa zona në minorancë, por gjithsesi ishin disa si enklava brenda qytetit që kishin ujë vazhdimisht. Shqipave, pjesa e transballkanikës një pjesë kishin ujë vazhdimisht dhe nxorrin në pa disa dobësive të meta. Pra rriti tmerrsisht i amortizuar dhe ky është një nga problemet kryesore. Sot un kam qenë në Sherisht, sepse po bëhet investimi i rrugës së Kallaferit në Sherisht, edhe ishte për të ardhur keq disa banesa e kishin lënë ujin të hapur. Rruga dytësore që kalon në Dashovic, apo jo? Do bëhet ajo efektive, po. Do bëhet efektive. Rruga që kalon në Kallafet që futet në fshat drejt tek Varrezat. Pikërisht. Kallafeti është një rrugë e cila është drejt përfundimit sepse janë kaluar fazat e para të blinderit. Është në fazat përfundimtare, por problemi i ujit në rrugë është gjithmonë prezent dhe investimet sa fillon uji, ato investime amortizohen, edhe diku kishte një shtëpi që e kishte lënë ujin sepse po u iste, edhe pa pikën e problemit uji ishte i hapur, që ikte dhe humbte rrugëvet dhe duke dëmtuar dhe rrugët, pra ka probleme të ndryshme që nga humbja pa arsye edhe humbja e dëmtimit të rrjetit. Tashmë ku jemi te kjo nyje? Tek ajo është një nga nyjet, domethënë fillon faza në cilën ndodhet investimi i ujësirësit është duke krijuar nyjet e lidhjes së rrjetit të ri me rrjetin e vjetër. Po duke qenë se ne nuk arrim dot që të arrim të punohet në presionin e ujit, pra bashkimi i nyjeve të bëhet në presionin e ujit, kemi dhe mos të hapim gjithë rrugën, si për shembull në Lungomare, duhet të hapesh gjithë Lungomare sepse aty kalon rrjeti. Kalon pikërisht në atë bulevardin e Lungomares dhe kemi rënë dakord me firmë të punojë nëpërmjet mikrotuneleve, cilat kanë riskun të shkëndojnë linja elektrike, sepse edhe linja janë mikrotunelet në aspektin inxhinierik. Ai nuk hapet gjithë rruga, por futet në mënyrë të kalimit të sondës, shfrytëzojnë hapësirat e mikrotuneleve nëpërmjet sondës dhe të krijojnë bashkimin e nyjeve. Por presioni i ujit duke punuar në ujë e bën të pamundur këtë, kështu që kemi të paktën propozimi inxhinierëve edhe në dakordsi me gjithë aktorët, me bashkinë dhe me institucionet tjera, kemi vendosur që ditën e martë të ndërpritet furnizimi i ujit për 24 orë të qytetit, pra të fillojmë në gjithë qytetin. Në gjithë qytetin në mënyrë që gjithë dhe janë punuar në 5 nyje. Dhe arrin 4 deri në 6 nyje, që një do të jetë kjo pjesa e volës, që të lidhen këto nyje të rëndësishme, pra të bëhet switch nga linja e vjetër drejt linjës së re. Dhe lidhen 4 deri në 6 nyje njëherësh. Pastaj kur ata të fillojnë të punojnë 4 deri në 6 nyje të tjera, do të vazhdoj prapë 24 orësh i dytë i ndalimit të ujit, derisa ne të arrim ku në 15 maj, duke shpesuar fort, që në 15 maj ku mbaron dhe dita e kontratës së tyre, ne të arrim të implementojmë projektin. Pra, deri në 15 maj është afati përfundimtar i implementimit të kontratës së ujësirësit faza e fundit, e katërt, apo se kjo është. Janë 65 kilometra të cilat shtrohen në gjithë qytetin, janë linja ujë. 65 kilometra të linjës furnizimit. Të linjës furnizimit. Po ndërkohë, linja e furnizimit, pastaj pjesa kuptohet do vide tek rrugët. Kjo linjë nuk është vetëm linjë e furnizimit, kjo linjë krijon një depo të re të qytetit me komandim, me dhomë komandimi. Pra, ne do të kemi dhomë komandimi të Atëre, më gasmon kujtesa e gazetarit në këtë moment. Po t'i referohem kujtesës, të rikthehem mbrapsht në kohë, kam parasysh e kam me saksi të gjithë 18 shkurtin e vitit 2007, kur është nënshkruar kontrata e ujësirësit të Vlorës me vlerë 26.5 milion euro, financuar nga ambasada hollandeze. Në të projekt, në të makro projekt, parashikoj mes tjerash edhe truri i komandimit të sistemit furnizimit brenda qytetit me ujë. Nuk e di se ç'ndodhi më mbrapa, u fshi ky element i këtij projekti dhe tani kthehemi aty pas
kaq vitesh. Pra do të realizohet, apo jo? Do të realizohet. Ky projekt, përfundimi i këtij projekti është në dhoma e komandimit, pra dhe komplet të rrjeti i ri, 65 km nëpër rrugët e qytetit kuptohet që janë shumë rrugë të hapura dhe ne duke qenë se vetë fazat e projektit është që dhe sikur ne të vazhdonim të shtronim rrugën me asfalt, ato do bëjnë testimin. Do bëjnë testimin e rrugëve dhe nuk mund të ecim në këto rrugë, por ne kemi marrë masat si bashki që të kemi futur në buxhetin e 2026-s 31 rrugët e para të qytetit me asfaltim. Që të bëhen nga e para apo vetëm pjesët e dëmtuara nga e para. Nuk mbahet, por le të themi marrën rrugën e Unazës, sepse ata kanë bërë pjesën e segmentit të tyre shtrimit të tubit, diku e kanë riparuar, por në marrëveshje me bashkinë, ato pjesë ku ata nuk i kanë riparuar nuk do të vazhdojnë të i riparojnë, në mënyrë që mos vendosin asfalt edhe riasfaltim bashkia, sepse edhe teknikisht është e pa realizueshme, por kemi rënë një marrëveshje që ata në fazat të cilat pasi të mbarojë testimi i ujit, do ta lënë rrugën atë që ne do vazhdojmë ne me riasfaltime. Dhe këtu në këtë buxhet e nevojshëm për këto 31 segmente rrugore, përfshihet edhe ajo pjesë i takon firmës për këtë korrigjim. Firma nuk do ta bëjë. Pra, do ta lë si pjesë të buxhetit për këtë pjesë tjetër. Do ta bëj pjesë të paralizuar dhe do të futemi në buxhetin sepse teknikisht është e pamundur që ata të asfaltojnë një segment të rrugës, le të themi rreth 80 pond 1 metër dhe ne të futemi pjesën tjetër të rrugës ose të bënim vetëm këtë segment rrugës, duket sikur ishte po arnonim diçka, po ndërkohë rruga nuk ka nevojë vetëm për atë segment, rruga ka nevojë për gjithë riasfaltimin. Pa diskutim sepse janë dëmtuar shtresat asfaltimi. Ne jemi treguar shumë ambicioz, arritëm të realizojmë për një kohë shumë të shkurtër 31 projekte dhe projekt preventiva për 31 rrugë të qytetit, i kemi buxhetuar, i kemi realizuar prokurimin e tyre, pra jemi në fazën e prokurimit. Sa është vlera total e këtij buxheti për këto 31 segmente? Ne kemi bërë me 2 vite financimi. Domethënë do jetë rreth 3.6 deri në 4 milion euro. Kuptohet me gjithë vlerën e tyre të TBSH-s, por unë nuk mendoj që kemi probleme të riasfaltimit. Ne fillon bloku Ismail Qemalit, pra bloku Ismail Qemali është bloku me pallatet e vjetra dhe bloku Orizit, unë kam tentuar që të futemi në rrugë, në bloqe të cilat kanë pallatet e vjetra dhe janë shumë të amortizuara. Pra të kushtojmë vëmendje këtyre shesheve, të këtyre lagjeve që kanë probleme dhe të pallateve të vjetra, në mënyrë që të arrijmë të rikuperojmë terracat, bolierët, gjithë problemet e vjetra që kanë ato pallate dhe pasi dhe janë futur të dy, dhe bloku Orizit dhe bloku Ismail Qemali dhe janë futur në buxhetin e Bashkisë Vlorës, pra janë kryesisht totalisht me buxhetin e Bashkisë Vlorës, do të jenë buxhete në likuidime financiare 2 vjeçare, sepse kemi menduar që mos kemi risk dhe nëse ne nuk arrijmë dot me të ardhurat, mos ta kemi riskun me financiar të lartë, por ta buxhetojmë atë në 2 vite dhe shpresoj fort që brenda vitit ne të fillojmë të realizojmë këto si projekte dhe pas kësaj zyra urbanistikës është duke punuar që të marrë rrugë të reja. Lagja Kushtrim është një rrugë e cila bashkia ka qenë në fazën e lidhjes kontratës, por aty kanë pas probleme të zbatimit të shpronësimit të disa mureve, kuptohet që ne jemi bërë si lagje brenda hapësirës lagjes. Lagjes, rruga e lagjes, domethënë gjithë lagjes Kushtrim që është shumë shqetësuese dhe me shumë të drejtë ata njerëzit, domethënë janë gati e pamundur të ecësh për atë rrugë, por problemet e shpronësimit sepse aty të gjitha shtëpitë, se ne ndonjëherë jemi bërë shumë protekt ndaj pronave tona dhe janë të rrethuara me mure, ku gati mbi 16 deri në 18 familjarët atyre banesave nuk gjenden në Shqipëri, e pamundur t'i kontaktojmë, në mënyrë që të kishim bërë një marrëveshje që të kishim hequr gjithë muret e tyre me një marrëveshje dhe pastaj dhe bashkia do të rindërtonte thjesht të zgjeronim rrugën. Por duke qenë se ata nuk ndodhen në Shqipëri, do të jemi futur gjithë në shpronësim. Kështu që në moment që bëhet shpronësimi atyre hapësirave të tokave ku ne i futemi në hapësirat atyre për të krijuar trotuare. Edhe pa marrëveshje me pronarët atyre banesave, bëhet në shpallje. Ligjen procedura si një çështje gjyqësore. Ne do të postojmë murin për 1 metër trotuar që do të marrim aty, në mënyrë që sepse është e pamundur që ti të asfaltosh, të bësh vetëm riasfaltime pa krijuar trotuar, sepse nuk ka pas disa pengesa. Pra, edhe ajo lagje Kushtrimi dhe do të jetë besoj jo për këtë vit, gjithmonë bloku i Lev Sallatës, që është shumë problem, dhe bloku drejtorie e policisë. Të cilat ato do të përfshihen? Janë bloqet me sipërfaqe do të përfshihen, besoj në vitin që vjen, sepse duke qenë bloqe shumë të mëdha, kanë dhe shumë probleme të tjera të infrastrukturës, edhe gjithmonë na ka penguar gjithmonë problemet e ujësjellësit. Ujësjellësi kudo është problem. Atëherë,
ngelemi sërish tek ujësjellësi, ndërkohë që haruam pajçuar pikën mbi tek nyja, do thot nga çka ju prezantuat që ajo nyje do të jetë funksionale me gjitha elementet, me gjithë parametrat e një hapësire bashkëore, infrastrukturore pas 15 majit apo jo? Jo, ajo nyje tek vola po flasim, ajo vola të martën mbaron testimi dhe të martën ata do ta mbyllin atë dhe do fillojë asfaltimi. A do fillojë asfaltimi më njëherë, pra do të kemi shumë shpejt pra një mjedis funksional. Thjesht ata punuar dhe nuk punojnë dot kushte ujë. Dhe kjo ka sjell pengesën. Për shembull, Lungomare vonua sepse ata u përpoqën, kanë marrë profesionistë në mënyrë që të punonin kushte ujë, por nuk realizuan dot lidhjen në atë që ju prezantuat pak më sipër. Ndërkohë, një pyetje tjetër e cila vjen natyrshëm edhe për çdo qytetar nga ky prezantim. Kam parasysh atë që çdo do ndodhi pas 15 majit. Pra, kemi një fenomen i cili prej 3 dekadash është shumë evident dhe me ato pasojat, me ato rrisjet të cilat merr me mend artikulohen her pas here. Kam parasysh polierat mbi terrasat e pallateve. Pas 15 majit do të kemi 24 orë ujë të pishëm vazhdimisht pa ndërprerje për gjithë qytetarët në gjithë territorin e Bashkisë Vlorë, por flas për pjesën e qytetit, dhe tjetra do të hiqen bolierët nga pallatet? Arda, unë mendoj që kjo pyetje i takon më shumë teknikëve, sepse nuk dis implementimin e projektit, pra çdo projekt pasi mbaron lidhja, ka fazat e para të implementimit. Dhe unë nuk di të them implementimi do të jetë një herë në gjithë qytetin, më duket teknikisht e pamundur që implementimi të fillojë një herë në gjithë qytetin, sepse kuptohet që linjat e reja do të testohen, por implementimi në faza do të ketë dhe besoj që do të vi koha ku teknikët do të ndajnë me neve edhe si bashki, edhe si institucion, pra dhe një marrjen e tyre në fazën e implementimit të projektit. Po gjithsesi në një logjik, në një arsyetim thjesht unë them që përderisa bëhet një investim i tillë që ka të bëjë dhe përbën fazën përfundimtare të një sër investimesh që kanë ardhur në vite në sistemin e furnizimit me ujë të pishëm të qytetit Vlorës, atëherë logjika çon atë që nuk duhet të ketë dhe duhet të funksionojnë më bolierat, sepse ç'kuptim ka pastaj. Nëse unë do të vazhdoj të kem në pallatin tim bolierë në terrasë apo tjetër, janë dhe pastaj janë dhe rrisje në aspektin e sigurisë së jetës përveç se të tjera, sepse në çdo moment mund të krijohen tilla situata të cilat nuk mund të parashikojmë pra me pasojat e tyre. Atëherë, një hapësirë urbane, siç është qyteti i Vlorës me atë profil që ka turistik, nuk ka sësi të konceptohet pa një mjedis të pastër ashtu si kundër një qytet pra me rrugë të mira të standardeve evropiane. Dhe me që jemi në këtë pikë, për atë projektin e bulevardit të portokalleve dhe limonave, deri kur do ta kemi të përfunduar, sepse është një pyetje që më vjen nga qytetarët. Fundi marsit. Pra do të jetë gjithçka e mbyllur me atë performancë, me atë pamje që ne kemi parë në modelet të cilat na janë ofruar, apo jo? Është zbatuar drejt fazës finale. Fundi marsit është afatet e fundit të zbatimit të kontraktës. Atëherë vim tek pyetja që nisa pak më sipër. Pra, një qytet me parametra infrastrukturor funksional, bashkëor etj, me atë perspektivë që duam ta kemi të gjithë, sepse bëhet fjalë për Vlorën, që është destinacioni turistik kryesor për vendin, për Vlorën e admirueshme, jo vetëm nga qytetarët shqiptar, por edhe ata të huaj, por që pa një mjedis të pastër që është shumë një kërkesë e domosdoshme, nuk ka sasi të mund të quhet qytet i tillë. Ju që në fillim i mësuat aspektit të mjedisit urban të Vlorës. Në fakt, si do ta përshkruajt në këto momente gjendjen që është aktualisht? Kemi përmirësim të kësaj situate, e doja nga ju domethënë, apo ka të tilla elementë të cilat na bëjnë që në vazhdimsi do të ketë ndryshim të vijshëm në sensin pozitiv? Unë besoj fort që qytetarët kanë filluar ta ndjejnë ndryshimin, sepse punëtorët e pastrimit me gjithë vështirësitë e motit janë futur në çdo segment tani të qytetit për të vazhduar punën e tyre të përditshme. Por ne nuk kemi filluar të ndryshojmë vendqëndrimet e zanëve dhe vetë infrastrukturën totale të një vend të hotspoti të mbetjeve, sepse aty duhet infrastruktura që nga bazamenti, koshat e rinj, rrethimi që ne do t'i bëjmë, pra është bërë një projekt, një mini projekt ku vend, sepse edhe kur janë koshat që janë kosha nuk janë të mbushur, le të themi janë kosha në orën 9 të qytetit mund dalësh dhe ka kosha bosh, por rreth të qartë koshit është një situatë ku gjehen divan, ka rigë, gjithçfarë.
dhe kemi menduar që këto të kemi krijuar një bazament ta rrethojmë të koshin, sepse edhe vetë temperaturat e larta shpeshherë bën shkak që mbetjet ose depozitimi i mbetjeve përreth koshit të bëjnë burim edhe për ndotjen e mjedisit, duke rrezikuar dhe shëndetin tonë. Pra do të krijojmë një ambient të ri të këtyre, që është hapi i parë. Landfilli është në kapacitet të plot, landfilli i Sherishës, pra ne nuk kemi të vend depozitimi më të mbetje, prej muajsh tashmë Sherishta është në kapacitet të plot, dhe lajmi i mirë është që në fundin e majit. Këtu besoj se duhet sqaruar një moment, sepse janë krijuar keq kuptime për landfillin e Sherishës. Nuk bëhet fjalë për një incinerator, sikur ka një lloj perceptimi nga një pjesë e opinionit publik. Pra bëhet fjalë për një landfill i cili është një landfill bashkëkohor modern, apo jo, me një profil shumë atraktiv. Me një staf të jashtëzakonshëm, janë të përgjithshme një punë shembullore, edhe unë shpesh ndaj pamje dhe biletës e kam planifikuar në javën që do të kemi një vizitë, sepse në fundin e majit neve kemi të dakordsuar tashmë menaxhimin e fushës së mbetjeve, pra le të themi kapsulimin përfundimtar të zonës së Jallis, ku shpresoj fort që fillimi i këtij procesi edhe këtij projekti të financuar nga KFV-ja si instrument financiar do të marrë fund kapsulimin, do të kemi më djegje të meteorinave. Korporacioni gjerman për zhvillim apo jo KFV-ja, po. Po. Operacioni gjerman për zhvillim që është instrumenti financiar i këtij projekti, dhe në fundin e majit ne do të thënë kontrata, datat e veta të cilat janë paraqitur pranë gjithë aktorëve ku AKEMit, Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, Bashkisë së Vlorës, Landfillit dhe gjithë aktorëve të tjerë, dhe vetë KFV-s, që në fundin e majit menaxhimin e pikës hotspotit kryesor të qytetit të Jallis do ta marrin në menaxhim ata për ta kapsuluar. Është edhe ashtu dhe Orikumi. Që thot pas 15 majit do të kemi më hedhje mbetjes, mbetërina është atje ku ju përmendët, dyja e qytetit. Ne nuk kemi atje, domethënë ka muaj që ne nuk depozitojmë në Jalli, ne jemi kudo, ne jemi vetë në landfill dhe ato që janë mobile të shtëpiake ne i çojmë po në Sherisht. Pra bëhet fjalë në këtë moment vetëm për kapsulimin e asaj atij ambienti, po. Kapsulimin dhe është Orikumi dhe Vlora, dhe pjesa tjetër e projektit do të jetë te krijimi i një fush për inertet. Sepse inertet depozitohet, inertet të cilat dalin nga fillimi i gjithë ndërtimit dhe depozitohen pranë fushës mbetjes së Jallis, do të kalojë dhe ky po një landfill për mbetje e ngurta, pra këto mbetjet inerte drejt Sherishës. Po ky do të jetë faza tjetër e projektit. Pra do të ketë një projekt tjetër paralelisht me landfillin që kemi. Aktualisht ku depozitohen këto mbetje, sepse bëhet fjalë për sasi të madhe, besoj. Për sasi shumë të madhe, edhe ne është një sasi e cila ka filluar që nëpërmjet zyrës urbanistikës dhe ndërmarrjes shërbimeve publike ka filluar të menaxhohet këto ditë, ka filluar të menaxhohet nga ndërmarrja shërbimeve publike me një praktikë të tarifimit, sepse ka një vendim këshilli bashkiak të tarifuara dhe që nuk menaxhohesh nga bashkia, por e kemi vënë tashmë në zbatim që të tarifohet nga bashkia dhe që në lejen ku çdo subjekt që aplikon për lejen e zhvillimit dhe lejen e ndërtimit me zbardhjen e lejes se përcaktohet dhe vendi i depozitimit të tarifimit për çdo mbetje që depozitohet, por ne duam që dhe kjo pjesë e inerteve të shkojë drejt Sherishës, sepse ajo është një zonë, gjithë pjesa e Jallis është një zonë në planin e përgjithshëm vendor, është një zonë industriale e qytetit. Çfarë do thotë kjo, një zonë industriale? Do thotë që ka perspektivën e një projekti makro në atë zonë, pra për investime konkrete, produset, sektori produes? Sepse gjithmonë çdo qytet ka një zonë industriale. Patjetër. E kemi patur dikur, por nuk e kemi më. Ajo zona industriale është një zonë e cila e sjell një komponent të domosdoshëm, sepse gjithë flasin për turizëm. Jemi të përqendruar te turizmi edhe duket sikur ky turizmi mjafton, por në fakt nuk mjafton, sepse ky turizmi është 3 deri në 4 muaj. Dhe pjesa tjetër e qytetit, pra turizmi intensiv veror. Ti vëm një emër, po. Po ne duam turizm intensiv, sepse shumica e bizneseve, gjithë vjetor, sepse shumica e bizneseve nuk arrin dot të mbajnë stafet e tyre 12 muaj të vitit, angazhimet financiare për stafin janë shumë të larta, angazhimi financiar i taksave po ashtu, dhe kjo e bën në vështirësi çdo lloj operatori pavarësisht 3 muaj fitimeve që mund të ketë 3 deri në 4 muaj e vënë në vështirësi financiare pjesën tjetër dhe kuptohet që qyteti nuk ka nevojë vetëm për komponentin e turizmit, ka nevojë për komponentin industrial të qytetit, sepse gjithmonë ku ka industri ka zhvillim, ku ka industri ka vende pune, ku ka industri ti futesh partner, ti prodhon dhe futesh partner. Pra kur fillon një industri dhe është e suksesshme, ajo nuk mbaron më.
thjesht vetëm përmirësohet dhe hap vende të reja pune. Dhe ne gjithmonë fokusin e kemi që këto vende të reja të punës janë për të rinjt. Janë për të rinjt të cilët nuk duhet që energjinë e tyre, ajo miti i emigracionit është shpikur vetëm për të thithur energji. Se emigrant nuk vete dot, një mosh si ne nuk vete dot në emigrim, sepse emigrimi vet oferton dhe jep kërkesa tregu për të rinj. Pra subjekti i këtij fenomeni është rinia. Kjo është absolutisht. Ne gjithë të investime, pra jo vetëm nuk mjafton turizmi. Qyteti do industri, dhe ajo zonë është një zonë e përkthyer në planin vendor të përgjithshëm i qytetit që është një zonë industriale. Ka disa projekte të qeverisë Rama që unë uroj fort edhe jam optimiste që të marrin jetë që ky qytet të jetë në një qytet që të ketë industrinë e vet. Në fakt ka qenë një koncept ide që për disa vite sigur mori një lloj trajte kështu edhe në fazat e para të konkretes, pak në ide. Ishte projekt ide Vlorën, mos gaboj, por nuk e di sepse më mbrapa u braktis si ide. Me kalimin e viteve vdesin, po jetësohen të tjera dhe shpresoj që kur janë iniciativa financiare, shiko, kudo ku hyn sot mekanizma financiare, banka globale. Ne flasim kur hyn banka globale, bankat të cilat kanë financa edhe të japin stabilitetin e një investimi, sepse nuk kemi më në një nivelin e një Vlore që në 2030 apo në 2040 duhet kemi një Vlorë vetëm hotele, por nuk kemi resorte. Nuk arrin dot që ky qytet do vdesë me kalimin e kohës. Sepse po të dikush të na bëj pyetjen çfarë mund të bëjë në Vlorë, ne nuk kemi asnjë strukturë ku një turist të paktën në 15 minuta të ketë një stil jetese. Nuk ka asnjë strukturë që në 15 minuta një turist të vi, të ketë një bibliotekë, të ketë një kinema, të ketë plazhin, të ketë le të themi në atë resort një fushë tenisi, nuk ka asgjë. Në fakt e shtroj mirëpasoj këtë pyetje. Një turist i vjen në Vlorë, çfarë bën përveç se frekuenton plazhin dhe ecjen natyrën? Sepse nuk kemi stilin të jetuarit. Ne duhet të krijojmë nëpërmjet investimeve stilin të jetuarit në qytet. Stil të jetuarit do të thotë që ka shumë njerëz që duan të futen në një strukturë që është një strukturë e cila i afron 15 minuta relaksit jashtë zonës së plazhit. Edhe besoj fort që gjitha këto qyteti i afron nëpërmjet resorteve. Pra investimeve serioze të cilat kërkojnë mekanizma financiar të bankave globale, investime të cilat i qëndrojnë kohës dhe vështirësive që mund të jenë të shumëllojshme. Dhe më ngacmove kujtesën me këtë moment. Vite më parë kam parasysh që ligjërisht u parashikoa që një njësi vendore, konkretisht bashkitë që kanë kapacitete të mjaftueshme mund të huazonin, pra mund të ishin huamarrëse nga sektori bankar. Ekziston kjo mundësi ligjore dhe a e keni menduar ju si burim financimi projektet caktuara dhe konkretisht për këto që sapo tham? Sepse është pikërisht mekanizmi i bashkia SHPK nëpërmjet një mekanizmi të tillë që këtij mekanizmi financiar të arrin të kemi më të lartë fleksibilitetin për të marrë kredi, edhe kanë hapur kredi të tilla jo vetëm qeveria shqiptare, por dhe bankat e Bashkimit Evropian. Por duhet të jesh shumë ambicioz, duhet të kesh projekte shumë serioze edhe projekte konkrete ku analiza e riskut të jetë e qartë, edhe në makro ne duhet të kemi fitimet. Duhet të jemi shumë të qartë kur ka projekte të tilla nëpërmjet kredisë. Që do thotë që ju shikoni tregun bankar të huaj si burim të ardhurash, si burim financime për projektet që mendoni ose mund ta mendoni në të ardhmen? Kudo ku ka investime të bankave globale, flasin janë investimet kudo në botë, bankat ku hyn banka globale ose investitor serioz që paraqesin në biznesin e tyre, në statusin e tyre financiar të ardhura të mjaftueshme për të filluar një financim. Atëherë gjithmonë investimi nuk ka risk. Flas gjithmonë kur bëhet një investim të madh, le të themi flasim për një resort, risku financiar është shumë i lartë. Kurse kur hyn në mes një investim, investimet e huaja të cilat flasim me brende, kur vjen një investim, le të themi brendi, nuk po përmend një hotel brend të brenduar tashmë, kuptohet që ai është një brend i cili është global, pra kudo në përgjithë shtetet e botës kur vjen një hotel me emër, nuk flasim Rogner, një brend është një i qëndrueshëm në vite edhe në kohë. Edhe pa diskutim që janë bankat globale që e financojnë dhe investimi shumë serioz. Pra kur i shkon një financuesi, një institucioni bankar ndërkombëtar me një partner, me një mark
të njohur botërore, sigurisht që edhe ai partneriteti është më i kapërcishëm me ile, patjetër. Flas gjithmonë për riskit financiare, se nuk mund të filloj një investim dhe të përfundoj pas 10-15 vjetësh, se nuk ka kuptim. Është humbet dhe vlerën e asaj për cilën të kjo është qëndrueshmëria kur futen mekanizmat financiare dhe unë shpresoj fort që ajo zonë industriale të futen njerëz të cilët kanë mekanizmat financiare, kanë të ardhurat, të cilat nëse do të investojnë në qytetin e Vlorës, do t'i bëjnë këtij qytetit një investim në vite, do të na shkëpusin në vite në të ardhurat tona, sepse kuptohet që industria ku ka industri është industri që prodhon në 12 muaj të vitit edhe nuk ka ndalesë. Domethënë ti bësh pikë referimi ku ka industri, bësh pikë referimi. Pa diskutim. Këto janë vërtet gjëra shumë të bukura, shumë interesante, edhe kur i trajtojmë janë për Vlorën. Kështu që çdo gjë që ai ka pasur në vëmendje të vetën për Vlorën e ka arritur se e ka përkthyer në investime. Sa e shef ti mbështetjen e qeverisë dhe të kryeministit realisht në atë që mendon për të bërë për Vlorën? Pra ku e shef veten tënde, sa i jep vetes pavarësi për të realizuar një kategori të caktuar projektesh ose investimesh në atë vizionin tënd që ke për qytetin dhe sa vendi i lë qeverisë edhe kryeministit. Jo thjesht me financime, nuk është thjesht vetëm pjesa financiare në këtë mes. Arriva, patjetër pushteti lokal ka të pavarësinë e vet, por ne nuk flasim për pavarësitë këtu, ose si ndërtuar pavarësisë sepse jo s'kisha parasysh atë, kisha parasysh mundësinë e realizimit të vendimit dhe realizimit. Pikërisht, kjo ishte ajo që doja të thosë. Është suport i jashtëzakonshëm. Vlora kudo ku ka paraqit projekte nuk ngecim. Ne nuk ngecim në projekte. Domethënë mjafton që projektet të jenë cilësore. Sepse është shumë e rëndësishme. Unë shikoj kur ka një projekt, për shembull, shumë projekte të Bashkisë së Vlorës sot janë lidhur me muaj të tërë, për shembull, sigurimi shoqëror është lidhur që shtator, por kanë ngecur sepse projekti ka shumë probleme. Çfarë projekti ishte ky? Rehabilitimi i zonës pas sigurimit. Pas sigurimit, si mjedis. Sepse vetë rehabilitimi i asaj zone, unë kur themi rehabilitim nuk mund të jetë asfalt. Bloku i vjetër i qytetit të Vlorës që e njohim ne Benjat e vjetër. Sepse aty mungojnë kanalizimet e ujrave të bardha. Aty duhet të jenë prezent nga 117 m2 që projekti nuk i ka përfshirë fare, sepse mungojnë. 50% e lagjes nuk është e lidhur. Dhe çfarë bëjmë? Po hyjmë, po asfaltojmë një rrugë, por pastaj jo, ajo është më mirë. E lë një projekt shumë më vonë se sa të po futemi në rrugën e Panajas, projekti ka këto problem. Pra kudo ka Cila është rruga e Panajas? Po, rruga e Panajas. Çfarë problemi ka për gjithmonë projektet? Projektet kanë diku harohet një kanal, diku harohet lidhja me murin, me kanalin, pra cilësia flasim. Lidhja e fshatit me segmentin e vjetër. Po hyn detaje sepse duhet të dëgjoj dhe dikush nga Panaja që ka probleme shqetësime të veta për atë rrugë që janë bërë prezente. Është pjesë e bashkisë dhe ajo hapësirë. Po patjetër, edhe shikoj që ku ka defekte projektesh, zgjatën në kohë investimet, po nuk u zgjidhen problemet gjatë zbatimit të projektit, investimi do jetë i dobët. Patjetër. Ne përpiqemi fort që gjatë gjithë kësaj kohe unë kam qenë në terren duke marrë, duke vënë lëvizje të gjitha kontrata të cilat kanë qenë të kontraktuar nga Bashkia e Vlorës, por që nuk kanë pasur marrë jetë. Edhe domethënë është rruga e Trevllazit, është rruga e Vareza Venkanin, është rruga e Risilis, është rruga e Kallafetit, është rruga e fshatit Panaja, fillon në rruga e Babicës, janë të gjitha këto rrugë të zonave urbane. Atëherë që po themi aty që janë duke na ndjekur, kur do i kenë rrugët e tyre banorët e këtyre fshatrave? Panaja e para do ketë brenda këtij viti? Rrugën e vet, rruga e Panajas po, rruga e Trevllazit po, Trevllazit po, Risilia patjetër, sepse domethënë nëse ka një gjë që unë negocioj, nuk do të jetë shtyrja e faktit të kontratave. Ja kanë bërë gjithë operatorët të cilët vinë shpeshherë okay moti, sepse kontrata parashikon dhe ne motin e kemi pasur në disfavor gjatë gjithë kësaj kohe, sepse kanë qenë një stim dimërore goxha lagës, po. Dhe nuk kemi pas shumë projekte na kanë ngecur për shkak të motit, por kemi bërë të qartë që përveç këtyre kohëve të cilat janë shtyrë për shkak të motit, pjesë tjetër për zbatimin e kontratës nuk do të ketë shtyrje, duke thënë që kur lidhet një kontratë do të shkojë deri në fund zbatimit dhe do të jemi tepër ambicioz dhe agresiv në kuptimin e mirë të fjalës për të shkuar deri në fund këtyre projekteve në afatin e duhur dhe është futur në buxhetimin 2026 është rruga e Mekatit. Aktualisht nuk ka një rrugë cilësor, rrugë normale ky fshat, apo pak në një rast që ka rënë të udhtojë te fshati ka qenë goxha problem. Ka marruar një rrugë të gjatë, bulevardi i Orikumit është po merr jetë, edhe ajo është një vepër publike që është i jep zonës. Kur do mbyllet lugëmarrja në mënyrë tërësore nga Orikumi deri këtu ku jemi? Lugëmarrja Treshi është në fazën e vet, kuptohet prona gjithmonë, pengohen gjithmonë tjetërsimi shpesh i pronave,
ka të problemet e veta dhe ka pengesa gjithmonë nëpërmjet të leximit juridik të pronave. Dhe por pika e Kaninës, fshati i Kaninës, pra fshati i Kaninës dhe pika panoramike e Kaninës kanë marrë jetë, pika panoramike ka filluar, edhe po ashtu së shpejti fillon dhe fshati i Kaninës, rehabilitimi i fshatit Kaninës, pra janë të gjitha projekte të cilat shpresojmë që fundi i 2026 do t'i gjejë të jetësuar ato projekte. Atëherë, një element që duhet ta si pjesë e lungëmarrjes. Në 2024 ka pasur në studio kryeministri shqiptar, pra zotin Rama, kemi pasur një bisedë të drejtë për drejtë dhe goxha interesante për gjitha projektet e aktualitetit në atë kohë dhe të perspektivës. Dhe mes atyre ke prezantuar lungëmarrjen nga Urikumi deri në Triport. Pra për pjesën nga këtu ku jemi dhe në Triport. A ka projekcione konkrete, ka konceptim të kësaj zone për ta konkretizuar? Që do thot? Po kemi ngelur, siç unë ju thash, në çështjet të menaxhimit të pronave. Sepse Bashkia e Vlorës si partner në të gjitha këto investime është gjithmonë partneri i cili referohet zgjidhjeve të konflikteve juridike dhe aty ka zona të cilat prap kanë paraqitur konflikte juridike, dikush i pretendon dhe që në momentin që dikush pretendon për një pronë, ti duhet marrësh kohën tënde, të drejtohesh Agjencisë Shtetërore të Kadastrit për verifikuar pronën, pastaj procesi i shpronësimit është për 6 muaj. Procesi vetëm i shpronësimit. Pra i vlerësimit të anës financiare dhe kalimit të vlerës monetare. Janë procedurat shumë të gjata, marrin shumë kohë procedurat e shpronësimit. Që ne kemi qenë le të themi në një kohë rekord. Për shembull, lagja kushtrimi është bërë një kohë rekord, që në momentin që unë kam marrë dhe thashë ky është problemi, ne kemi dërguar dosjen për shpronësim, shpresojmë shumë fort që dosja e Vlorës e shpronësimit të futet, janë shumë projekte. Pra, shpronësimi si proces është pjesë e atributeve të qeverisë apo jo? Edhe tregu i cili ju duhet jeni bërë të njohur nëpërmjet fakt më kanë sepse po vjen dhe pyetje në celular dhe projektet vetë është një projekt që do të jetë një projekt shumë ambicioz sepse kthen atë zonë në një zonë që do të jetë një atraksion, le të themi në ngjashmërinë e vet me zonën e Muradijes, por është duke qenë se është zona shumë më e madhe dhe shumë e zgjeruar si investim, sepse gjithë fasada përballë dyqaneve të Sazanit dhe godina e gjyqit të vjetër jetësohet, zona brenda tregut jetësohet edhe ka atë vendin e vet për tregun në fund të frutaperimeve. Po me vetë tregtarët të cilët punojnë në atë hapësirë, çfarë zgjidhje është menduar të jepet, pavarësisht atyre që janë diskutuar deri tani? Cila është zgjidhja përfundimtare? Unë kam takuar në fundin e dhjetorit ata tregtarë për ankesën që patën për disa probleme të tyre me zonën atyre të Sahatit, i kam njoftuar që në janar do të fillojë kontrata. Janë njoftuar, në ditët e para të janarit kam pritur një grup prej gati 10 vetash prapë në zyrën time për të jetësuar dhe pastaj kërkova një takim gati me 8-10 veta, le të themi gata, por ata kërkuan dy kushte, kërkuan zonën që ishte te sheshi Flamurit, pra ato që ne quajmë pallatet e Sulosheut, pallati i madh, kërkuan katet atje, kati 2. Që është një zonë e cila jo vetëm që ajo është në kantier ndërtimi, që i takon Fondit Shqiptar të Zhvillimit, edhe nuk është një qendër do të jetë në të ardhmen edhe qendër multifunksionale, nuk është e përcaktuar për treg. E dyta, kushti i dytë që ata vunë ishte rruga e re, të bllokohesh rruga e re nga mëngjesi deri në orën 3, mos kalonte asnjë makinë që në gjithë gjatësinë e vet dhe ata shisin në atë ishte si zonë pedonale për tregtin. Ku as ambulanca, as shkolla, as zjarfiksja nuk mund mbyllësh rrugën për ta bërë treg, se nuk të lejon ligji ta bësh. Ti nuk mund ta ndalosh një ditë thuash unë do ta kthej rrugën në treg, se ne jetojmë në qytet që jo vetëm që të gjithë ne si qytetarë respektojmë ligjin, por bashkia është institucion. Dhe propozimi im si kryetare bashkie atë kohë në janar i dhash zgjidhjen e stacionit të trenit. Pavarësisht stacionit të trenit është ka një projekt atje, kërkuam të hyjmë në tratativa me njerëz që zotronin në stacionin e trenit, në mënyrë që brenda stacionit të trenit të krijonim një treg të mbyllur, sepse ne i kemi detyrimin vetëm tregut ambulant. Por kundërshtimi i tyre ishte që ne duam një zonë ku të ketë magazina. Pra gjithmonë ata që ishin tregu industrial të ketë magazina. Ne nuk kemi detyrimin të gjejmë magazina për tregun, për çdo tregtar. Pra vendimi i Këshillit Bashkiak për tregun na detyron ne të jepim një treg ambulant që është jo më pak se 4 metra për çdo njeri. Dhe të jetë vetëm një raft dhe një zonë mbuluar, le të themi një çadër mbuluar. Kaq është detyrimi i tregut ambulant.
Pra ne nuk mund të krijonim një zonë të cilët kishte magazina. Po pavarësisht kësaj stacioni i trenit ishte një zonë e cila kishte akses sepse ishte e mbuluar, e refuzuan kategorikisht. E dyta ishte duke qenë se ne po hymë në tratativa me Agjencinë Shtetërore të Kadastrit ta kthim si pronë të Bashkisë Vlorës ish godinën e vjetër sepse nuk është në pronën e Bashkisë së Vlorës. Godinën e vjetër të kujt? Të ASHK-s. Po, atë ASHK-s, godinën e ASHK-s. Po gjithë obori atje të mund të mbulohesh dhe të kthesh në një treg me gjithë pjesën përpara, të ishte tregu fruta perime dhe pjesa e refuzuan. Pra e refuzuan kategorisht. Kishte thonë që sheshi i Flamurit ose pra dhanë disa opsione të cilat ishin e para nuk kishin kuptim, po e dyta ishin të pasvëtueshme, sepse një shesh i qytetit dikush ta edhe te terracat dhe mi shesim ne. Dikush ta edhe këtu tek sheshi përpara bashkisë mund të shesim ne. Pra ata me të drejtën e tyre kërkonin një zonë afër qytetit sepse e kërkonin atë zonë tjetër afër qytetit donin shesh. Po ky është qyteti jonë dhe zona të tilla të cilat ne i kishim në menaxhim, të dyja ku ne stacioni i trenit dhe kjo e refuzuan dhe në këto kushte i vetmi treg i përcaktuar me ndihmën e Këshillit Bashkiak janë dy, tregu Shumicës për zonën industriale, gjithë qytetarët e Tiranës vënë ke zona e Vjetës. Durrësi e ka jashtë qytetit. Fieri e ka jashtë qytetit. Pra çdo njeri në zonën industriale dhe transporti publik do të ishte çdo çerekore. Pra ofrohet dhe transporti publik për atë zonë. Çdo 15 minuta kushdo që të blej, le të themi, një orendi që i takon industriales, mund të shkonte me autobusi kudo në çdo qytet tjetër dhe tregu fruta perime të vinte te tregu fruta perimeve. Dhe këto ishin vendimet që neve morën duke i përcaktuar kush janë të. Por insistimi i tyre që ne duhet të shesim vetëm në sheshin e Flamurit, dy katet e dyqaneve atje, më duk me thënë të drejtën, më duk i pa drejt. Sepse e para është kantier ndërtimi, sa nuk ka mbaruar, është kantier ndërtimi e dyta nuk është pronë që i përket Bashkisë së Vlorës, dhe sa nuk është për treg. Por për një qendër multifunksionale ku projektet për atë qendër të Kryeministrisë Rama për Vlorën janë të jashtëzakonshme. Ne duam atje të hapim një qendër tumë, domethënë teknologjia e informacionit për të rinjt, me aplikacione, biblioteka qytetit, domethënë gjithçka që mund të integrohet në atë. Duhet ta kemi si një temë vete këtë pjesë këtë gjë që po flasim edhe. Pra, këto të gjitha ky opsionet e tregut dhe me gjithë këmbguljen që neve të arrijmë një pikë të përbashkët, unë e pash që këmbgulja atyre për këto zona ishte e pamundur për të realizuar. Që thotë definitivisht, paktën cila do të ishte të tregu i Shumicës? Fruta perimet, atje ne është përgatitur, po ne po përgatisim sepse atje është treg me pronar. Është treg me pronar, një pjesë që nuk është e investuar dhe është në gjendje të mjerueshme, i takon dikujt që është pronar dhe ne do të shpejt do të hyjmë në vendim Këshillit Bashkiak ta detyrojmë që ai treg të mos qëndrojë në atë gjendje, sepse duke qenë pronë pronar ne nuk ndurojmë dot. Sigurisht. Dhe në pjesa tjetër Bashkia e ka kontaktuar e ka marrë me qera, ne kemi marrë me qera atë për t'i afruar dhe kemi përgatitur vendin gati për 72 tregtar ambulant. Pra 72 tregtar ambulant dhe pjesa tjetër që ne nuk e kemi prekur për 744 metra është prap e lirë për treg që ata aty ku janë tregtar, janë 3 bashkëpronar, mund të tarifohen nga bashkëpronarët në marrëveshje me bashkinë dhe ajo pjesë mund të kthehet në tregu industrial. Pra ishte gjitha një zonë tregu, po dhe ata refuzuan. Kjo që ju ofroni është një zgjidhje e përkohshme apo është e përhershme? E përkohshme sepse ne derisa të përfundoj projekti dhe sa është koha e implementimit të projektit në zonën e tregut? Është duke qenë se ata kërkuan kohë, ne morëm kohë të jepnim sepse thanë që ne kemi mall aty dhe nuk mund të ikim për 15 ditë. Edhe kemi tentuar që duke qenë se po mund të ishte i drejt pretendimi i tyre dhe është i drejt që ne nuk kemi marrë masa të largoheshin pavarësisht njoftimit që kishin bërë, i kemi dhënë kohën e duhur atyre që në mënyrë që ata që kanë mallin dhe magazinat të merrnin kohën janarin dhe shkurtin që të kishin kohë që atë mallin e tyre me të drejtën e vet të arrin ta konsumonin ose ta depozitojnë diku tjetër dhe nga marsi ne shpresojmë dhe firma ka marrë pavarësisht se kontrata është e lidhur për një vit, ka marrë pretendimin që ne do ta mbarojmë gati brenda 6 deri në 8 muajsh. Që do thotë mbyllet si projekt implementim brenda këtij viti. Po, brenda këtij viti ata rikthehen prapë në atë treg. Pra kjo është një përkohshme, por arrilla mos ta ai treg është në gjendje të mjerueshme. Kushdo që e shikon dhe shkon atje sigurisht është në treg, ne nuk mund të rrim 12 në atë treg dhe ata vet e kuptojnë këtë treg, ashtu siç ka dhe qytetarë që jetojnë atë. Ashtu siç ata janë ankuar, unë kam pasur me 100 telefonata nga banorët në sezon. Që thoshte shqyqyr që po ikën, të qetësohemi, të futet tregu të vijë në normativat e duhura për treg, të ketë qetësinë e duhur, të ketë standarde për një treg, sepse në atë gjendje që është ose në mënyrë se si shiten, sepse aty shiten edhe mjetet punës lopalla rrugës.
aty shitet çdo gjë pa kriter. Kështu që ka ardhur koha që dhe ata vetë për kushtet e tyre nuk duhet shesin më ose tregtojnë në të qytetin 2026 kështu. Kështu që bëhet fjalë vetëm për këtë kohë sa të rregullohet rregull. Dhe unë shpresoj që të gjendet zgjidhja më e mirë edhe për ata sepse në fundit dhe ata kanë pjesën e kontributit të tyre si qytetar. Tregu i Çolës është treg që ne të gjithë vemi te tregu i Çolës. Edhe ashtu siç zona e qytetit kjo pjesa e tjetër ka tregun e vet sepse shumica e njerëzve zgjidhen poshtë pallatit. Gjithë kanë futa perime, po ka dhe qytetarë që nuk janë më do duan vënë atë tregun, po tregu i Çolës është i aksesueshëm. Autobusa linja urbane ka, se nuk është se ne po ngrem pretendimin se kur ky treg është me kilometra të tëra larg, nuk është kilometra. Në fakt, ofrimi i transportit publik është një mundësi për të qenë i aksesueshëm si mjedis, si hapësirë. Ndërkohë, gjatë ekspozetës tuaj, mu fiksua një detaj, një element për godinën e stacionit trenit. Ka pronar si godinë? Jo, nuk ka pronar, është një projekt i Ministrisë së Transportit. A ka një projekt që çfarë parashikon? Projekt i Ministrisë së Transportit, të cilat desa nuk kanë marrë jetë ose të jetë një gjë zyrtare, nuk mund të ndahet gjë tjetër me ju, në kuptimin që zyrtare një gjë. Në fakt prej kohës ose prej vitesh, nuk e di, ka qarkulluar një ide që stacioni i trenit mund të ishte një pikë, një hapësirë për terminalin e qytetit. Paktën në vizionin e ndonjë arkitekti selektiv, ky ka qenë, kam parasysh vitet e kaluar, nuk e di se sa efektive sot si një mundësi. Dikush ka thënë që edhe stacioni i trenit të ketë funksionar si stacion tren do ishte. Patjetër, pa diskutim që po. Koha sjell të vetën. Dinamikat e kohës sjellin të vetën, besoj që do të jetë një projekt kudo që lidhet me qytetin, çfarëdo që të bëhet për qytetin, kurdo që të bëhet për qytetin, gjithçka bëhet mirë. Pa diskutim. Dhe në zinxhirin e gjërave, sepse biseda është shumë intensive, shumë dinamike, sigurisht që për qytetarët është shumë interes, sepse gjëra janë elementë që prekin përditshmërinë dhe perspektivën e tyre. Por prek edhe pak përmbytjen, po më lejove. Do kalojmë edhe te përmbytja do vim. Ke parasysh përmbytjen nga shirat, nga rreshet e shiut, apo jo? Atëherë qëndrojmë te përmbytja, pastaj shkojmë tek projekti tjetër, tek ajo që te pyetja tjetër që unë them se është me shumë interes për një pjesë të banorëve. Pra, kur keni parasysh fenomenin e përmbytjeve, keni parasysh përmirësimin apo vazhdimin e problematikës? Kam një shqetësim të vazhdueshëm. Që thot? Këtyre 2 muajve që unë jam detyrë kam. Se fakt shqetësimet janë prej vitesh në qytet, prej dekadash për në diku duhet filloj diçka. Edhe në shqetësim të vazhdueshëm në memorien time ai tetori, sepse duke qenë se unë jetoj afër zonës së Muradies. Tetori viti 2015, 10 tetori i 2015-s, apo jo? A dhe ke parasysh? Jo, kam tetorin para 2 vjetësh. Dhe kur kujtoj ajo ditë të përmbytjes, unë duke jetuar në zonën e Muradies, nuk kishim parë kurrë që ujë të vëshonte në atë zonë, dhe ta shikosh që edhe karriget e lokaleve fluturuan nga sasia e ujit. Atëherë bëhet fjalë për 4 tetorin e 2024-s. Saktësisht pra me datë ora 15:00 e 4 tetorit. Edhe ishte shumë e dhimbshme që ato bizneset të cilat i japin është një burim ekonomik i qytetit, edhe është një biznes i cili mbahet nëpërmjet shërbimeve që ata afrojnë, diku bar, diku restorant, edhe për brenda orës investimi të kthehet në sytë e tu të shkatërrohet, edhe ishte e frikshme, ishte e dhimbshme, sepse çdo qytet bregdetar ka, duke qenë nën kuotë, kuptohet, qyteti i Vlorës është një qytet që duke qenë bregdetar është nën kuotë. Edhe çdo qytet nën kuotë dhe bregdetar ka nivelin e përmbytjes. Lufta nuk është me fenomenin e natyrës, sepse fenomenet e natyrës nuk i kontrollojnë ato që janë patjetër. Problemi është sa arri uji. Ndikimi i njeriu te sa mund bëj për të minimizuar pasojat e efektit. Sa arri uji në qytet. Gjithmonë bota moderne ka arritur të reklamoj, të investoj në një asfalt që nuk mban ujë. Po në fakt, inxhinierët e vjetër thonë që uji duhet të ketë sa më shumë prita, duke basenet, asfalti, pra strukturat të cilat bëjnë pritjen e parë të ujit dhe ngadalsojnë rrjedhën e ujit në mënyrë që sasia dhe rreshtet mos kalojnë atë të përmbytjes. Por ne kemi menduar të dobësojnë efektin e dëmtimeve të dëmeve që sjell. Sepse qëndron uji. Ne shkatruam basenet dhe gjithçka tjetër. Edhe jam marrë fort me këtë historinë e përmbytjeve në Vlorë, dhe
Po ashtu dhe vetë administrata e bashkisë ka pasur disa kontrata, por në vëmendjen edhe e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, fillon këtë javë pastrimi kolektorëve të qytetit, që ka vite që nuk bëhet. Edhe unë kam inspektuar këto ditë, sidomos ditën e dieshme, pothuajse gjithë zonën e inspektimit, gjithë ku janë pjesa e kolektorëve të qytetit, që jeton nga zona pjesës bashkisë, kryqëzimi tek rruga e re dhe përfundon pas te Giga Oil, pra kanalet e ujrave të larta. Pastrimin e kolektorëve dhe kanalin e ujrave të larta. Sot ka filluar ai kanal aty tek pas te Giga Oil pastrimi, por ne tentojmë tek të pastrojmë gjithë kolektorët. Por ajo që më shqetësoi ka qenë 2 ditë më përpara, ne kemi inspektuar gjithë kanalin e ujrave të larta, pra mbi basenin që jeton pjesa e lartë e spitalit, që po e thellojmë basenin. Po është një liçen. Ta thellojmë atë basen, pastaj puna nga ajo ujmbledhsi kaloi, sepse nuk është vetëm ajo punë, ka kaluar nga pjesa le të themi lagjes së Karabashit. Gjithë ai kanal e ka humbur gjurmën e vet, ka ndërtimet pa leje. E ka humbur gjurmën e vet, edhe ka shtëpi të ndërtuara direkt në kanal, ku kanali ka shërbyer si bazament për ndërtimin e shtëpisë. Dhe sot bëhet në këto kushte, në këtë situatë? Ai projekt i cili është një projekt që është në zbatim, i parashikon që neve të ndalojmë dhe të merrem me këtë struktura. Pra jemi duke parë gjendjet juridike të këtyre strukturave, të mureve kryesisht, ka mure, dikush ka krijuar servitut dhe kalimi për shtëpinë, ka vendosur bolier uji mbi kanal, flasim gjithmonë mbi kanal. Edhe dikush hedh domon derdh ujrat e zeza në kanal, është gjendje e mjerueshme aty kanali dhe ne bëjmë pyetjen pse përmbytemi. Përmbytemi se kemi ndërtuar mbi kanal. Domethënë unë kam filmuar gjithçka, kemi filmuar edhe nëpërmjet me dron dhe sipërfaqen lart, dhe po të shikosh kanalin se si është, themi që na ka nuk e di, domethënë është një gjë që se si situatë absurde. Është situatë absurde, por është një situatë që duhet marrë vëmendje, se nuk mundet që vetëm nëpërmjet pastrimit, që i kemi kushtuar shumë vëmendje gjatë kohë pastrimit, me thënë të drejtën çdo ditë. Kemi pastruar çdo ditë, kudo ku kemi mundur. Të hapim kuneta, 89 kuneta ishin bllokuar vetëm në segmentin e rrugës centrales, që nëpërmjet punës të jashtëzakonshme të punëtorëve të ujësirës, kanalizimet, punëtorëve të bashkisë ndërmarrësh shërbime publike, kudo kemi punuar. Dhe kemi arritur që nëpërmjet këtyre pastrimit sadopak të arrijmë ta bëjmë situatën në kontroll. Hidrovori, po ashtu pompat hidrovorit, është lidhur kontrata, do të fillojë investimi i hidrovorit këtë vit dhe do të mbarojë këtë vit. Që thotë të gjitha pompat do të jenë funksionale, janë 4 mos gaboj? Janë 4, nga këto një është rifutur sot në punë, është pompë shumë e vjetër, viteve 1940, shumë e vjetër. Dhe pompat e tjera, por ne nuk e kemi lënë qytetin me këto. Unë me planin B kam marrë pompat të ushtrisë, të cilët janë në qytet prej 1 muaji e ca, dhe i kam mbajtur në gjendje pune. Domethënë e kam bërë mbrojtjen 2 fish të pompave, në mënyrë që mos të rrezikonim që nëse pompat e vjetra tona do të rrezikonin, siç ndodhi që pra është një mundësi alternative për ta vazhduar, po patjetër. Kudo ku ka mjete, çdo gjë që është mjet ka defektet e veta, dhe duke qenë se ato janë të amortizuara, nuk rrezikova, thash ato le të jenë në gjendje pune, njëra nga ato pati defekt, po të marrin masën dhe kemi mbajtur pompat të ushtrisë, kanë bërë gati 1 muaj në qytet, të cilat i kanë dhënë ndihmë gjithë pastrimi. Pastrimi i kanalit të Naunkus kanë qenë nga punët e para të mia. Është një kanalet, në fakt, edhe emërtimi është interesant, meriton një minutar saktuar për etimologjinë e këtij emërtimi. Edhe ka qenë një nga punët e para të mia, kemi vazhduar edhe me pastrimin kudo ku ka pas kanale, por ajo që ne duhet të bëjmë sot është një studim fizibiliteti. E kemi futur në buxhetin e bashkisë këtë vit, shpresojmë fort që të kalojë në vendimin e Këshillit Bashkiak një studim fizibiliteti të gjithë qytetit. Për gjithë hapësirën e sistemit të kullimit. Ne kemi një plan të azhënuar gati 70% qytetit, por nuk është 100% qytetit. Në mënyrë miqësore kemi kontaktuar dhe me vlonjat të cilët merren kudo në Itali që merren me këtë fushë, ja kemi dërguar materialin që ata të na japin një ekspertizë të tyre, por njëkohësisht ne do të merrem me këtë studim fizibilitet, të dimë që ndërhyrjet tona që do të bëjmë të jenë efikase. Mos u bëjmë ndërhyrje, edhe kjo ndërhyrje në segment të rrugës të vinë deri në këtë segment të rrugës dhe pastaj segmentin e rrugës ne nuk dimë çfarë. Po mos jenë selektive, po të jenë pjesë e një ndërhyrje totale dhe të definitive. Por ky kanal i ujrave të larta, kjo pjesa e spitalit është një kontakt në zbatim, ne duke marrë gjendje juridike dhe ku ka gjëra që duhen prishur do të jenë në pjesë e lirimit të kanalit. Në varësi të situatës juridike të gjithë secilit prej objekteve që janë. Pa diskutim ka shtëpi pa leje, por ka dhe shtëpi që mund të kenë përfituar në vetë legalizimit,
që nuk I hym fare se si, por kuptohet që nëse ato e dëmtojnë kanalin ose janë direkt me kanal të gjithë, ne duhet të fillojmë të lirojmë atë kanal, sepse ne mbysim qytetin. Domethënë rrugët e qytetit janë kthyer në kanal sepse ato kanale nuk funksionojnë. Edhe është e tmeshme që ne ta shikojmë tani të rrim indiferent ndaj kësaj gjës. Kështu që edhe pasimi kolektorëve, pompat hidrovorët janë 3 masa të cilat këtë vit janë në vëmendjen e bashkisë, do të përfundojnë të 3 këto projekte që nuk ka rrugë të dytë, do të përfundojnë dhe do të përfundojnë. Edhe shpresoj që fillimi I vitit të ri dhe sezoni veror, në fillimin e sezonit veror, ne edhe të fillojmë t'i pastrojmë. Pra të kemi mbaruar dhe të fillojmë t'i pastrojmë, të bëjmë gati për sezonin dimër në mënyrë që jo se ne themi nuk do të përmbytemi, se edhe në Këshillin Bashkiak ishte një tirdit, një pyetje që do të pra, ish kandidati, ish kryetari I PD-s Vlorës, Atir Doza, që ta themi për të qenë transparent me publikun. Që bën opozitën e vetë për qytetin, gjithmonë në dobitë e qytetit dhe gjithmonë me shqetësimin e vetë që a do të përmbytet Vlora, po kjo pyetje pavarësisht aty është një debat, sikur shpesh duke qenë debate njerëzore, ne bëjmë edhe elementin ndonjëherë që drejt pamundësisë të themi edhe sigurinë tonë, sepse duket sikur puna të jep garancinë do të përmbytet qyteti, bregetare duke qenë në kohë të përmbyten, por ne nuk e kemi luftën me të kemi luftën dhe të përmbytet, po ti ke shpejtuj. Mos rri rrugë. Minimizojnë pasojat. Minimizojnë pasojat, sepse kjo është lufta, të minimizojnë pasojën që neve të mos e qëndrojmë qytetin në ujë me ditë jo, po edhe me orë të tëra jo. Por kam vënë re që pastrimi I gjithë këtyre punëve të përditshme që kemi bërë ka sjellë një situatë të qëndrueshme, edhe nuk kemi pas përmbytje në gjithë këto shira që kanë rënë në këto rrugë të qytetit. Në rrugët që kanë pasur problemet, nuk kanë pasur risk të lartë. Në faktu në këto 5 vite të fundit, ose në dekadën e fundit fiksoi 2 momente, të 2 tetor. 4 tetori që përmendëm pak më lart dhe 10 tetori I vitit 2014 ka qenë I 2015-s, që janë 2 momente vërtet shumë të evidentueshme maksimale në aspektin e përmbytjes. Ndërkohë që në këtë moment në vijim të kësaj bisede shumë interesante që jemi dhe dinamike që jemi duke zhvilluar, do doja që edhe duke respektuar dhe hapësirën kohore të televizionit të trajtojmë 2 gjëra, besoj që edhe këto janë me shumë interes. E para, a do të ketë më situata si ajo e fundit të dhjetorit të vitit kaluar në drejtim të furnizimit me ujë të pishëm përveçse ditëve të kontrolluara për shkaqet që ne I përmendëm sipër, pra ndërhyrjeve në rrjet, dhe e dyta që lidhet prap me ujë, por ka të bëjë me zonën ujëmbajtëse, pra basenin ujëmbajtës të Tragjasit, që ka qenë në fakt një problem I diskutuar prej më shumë se një viti në linjën e furnizimit të atë mundësinë e dërgimit të ujit pra në zonën bregdetare të Dërmi Palasës. Atëherë, kuptohet që bashkia është aksionere në ndërmarrjen e ujësisë, por nuk është vendimarrësja. Sigurisht, e bëjmë të qartë për të shikuesin, pra që nuk jeni ju si patjetër. Bashkia ka aksionet në ujësisë, por nuk... Sa përqind? 49, mos gaboj? 51. Po, por nuk është bashkia e cila merr vendime për pjesë ujësisë, kuptohet ne monitorojmë gjithmonë punën dhe investimet e ujësisë, por ne nuk kemi vendimarrësit. Por nuk kam mbajtur kur qëndrimin që meqense ky nuk është problemi I bashkisë, I menaxhimit të bashkisë, që edhe nuk është, edhe është, t'i largohem kësaj gjëje. Kur ndodhi ajo, unë kam qenë nga njerëzit që kam qëndruar ditë të tëra aty, edhe net të tëra, për zgjidhjen e asaj situate, edhe biles dikush mendoi që unë do t'isha në fesën e asaj qyteti, nuk isha për shkak se isha e ngarkuar me atë, por po të kisha kohë të lirë për të vajtur. Kryetari I bashkisë është kryetari bashkie edhe në ditë mira dhe në ditë këqija të qytetit. Patjetër, unë pata një ftes, por nuk shkova sepse edhe ditë mira dhe ditë këqija të qytetit dhe në shumë vite, edhe në them shekuj asnjëri nuk është treguar agresiv me teatrin, edhe në vendin ku betarit aq më shumë që tregosh agresiv me artistët, sepse s'ishin ata as fajtorët, as bashkia s'ishte fajtore, as ujësillësi nuk ishte fajtore, sepse shkarja e dheut ku dikush e përdori dhe ashtu siç duan të ushqejnë disa me komente rrjetet sociale, shkarja e dheut shkaktoi gjithë me vite, shkarja e dheut dhe depozitimi I ujit nga gjithë sasia e dheut duke prishur gjithë agjenaturën e murit që mbante, ishte shkaku e cili ndodhi gjithë. Ky u përcaktuar si shkak nga ekspertët, pra shkarja. Ky ishte shkaku teknik. Pavarësisht se pati opinione të ndryshme, sepse pati dhe
zëra teknik që aluduan për tjera, për pundërhyrje tjera. Domethënë ai ishte muri i cili shikosh dhe me sy që ishte muri dëmtuar nga gjithë shkarja e dheu që kishte ndodhur atje. Gjithsesi ishte një situatë dramatike sepse nuk kishte plan rezervë. Justifikon dhe shumë nuk kishte plan rezervë ujësjellësi për atë çfarë kishte ndodhur dhe të bëj rrjetin. Edhe me thënë të drejtën pikërisht këto ishin arsyet që është bërë investim i ri. Edhe investimi i ri sepse ujësjellësi kudo në çdo rrugë të Vlorës ke ujë që rrjedh. Është e pamundur nëse ne nuk fusim punë sistemi të furnizimit patjetër. Është e pamundur që ne, kështu që në ditët e vazhdim koha do t'rregojë se si do mbaroj ky projekt ujësjellësit, ne jemi partnerë dhe jemi monitorues. Dhe unë jam këmbgulse duke qenë marrë një uri dhe përditësim të gjithë situatës çdo ditë, duke ditur se jam shumë e shqetësuar që të mbaroj në kohë edhe të jetë edhe efikas. Pra kjo jep fund edhe çdo pritshmëri, çdo risku që mund të ndodhi në tarm. Ne nuk kemi aktorët kryesor ose nuk kemi vendimarrës në atë lloj projekti, sepse nuk kemi vendimarrë tek ai. Unë jam thjesht një monitorues dhe partner i tyre në monitorim. Po edhe impaktues me pjesëtarët me një pjesë të bordit apo jo, sepse keni përfaqësuesit tuaj. Përfaqësues të bordit, por këto janë investime të cilat kanë kaluar në bordja thjesht në fazën e implementimit të tyre. Dhe pyetja e dytë që ju më bët për shumë e rëndësishme, mjafton të kujtojmë pra situatën e vjetshme saktësisht në shkurt, kur është bërë edhe një protestë disa ditore e banorëve të kësaj zone. Ai është projekti i qeverisë shqiptare. Edhe në punën time si kryetare bashkie e kuptoja që ai projekt do të fillojë të marrë jetë, pra do të fillojë të implementohet sepse aty janë hedhur gati 10 milionë euro investim. Deri tani janë hedhur, deri tani apo parashikohet në total? Janë hedhur investim sepse janë gjithçka. Kur ne flasim për investim fillon që nga bërja e projektit, i cili kushton. Edhe gjithçka tjetër implementimi i fazave tjetër. Edhe duke qenë se të gjitha dhe palët kanë shkuar në një proces gjyqësor. Edhe kuptohet që kur palët shkojnë në proces gjyqësor, atje paraqiten dokumentet zyrtare. Sepse kur vete përpara gjykatës ti do të shkosh me prova zyrtare. Nuk shkon dot me opinion sigurisht. Dhe në prova zyrtare palët vetë që kanë kërkuar gjithë pjesa e tragjasit, e banorëve të tragjasit kanë kërkuar sigurisht padisë të cilët e kanë humbur këtë në procesin gjyqësor, edhe në atë studim aty thuhet që prurjet janë le të themi 790 litra për sekond, kur flasim 790 litra për sekond ne flasim mesatare. Mesatare vjetore, me ulje ngritje në bashkë të sasisë së rreshtit, ose në gusht mund të ketë për 790 litra për sekond. Dhe nga këto 790 litra për sekond, kuptohet që është lënë 290 litra për sekond është konsumimi i që i duhet banorëve. Edhe aty janë 288 klient të lidhura, abonent 288. Por në sezon e verës vjen 540-550. Pra dhe kanë kërkuar puset e ujit, sepse gjithmonë debati është bërë për puset e ujit, që ata kanë dashur të praninë e puseve të ujit normale për kthyer toka dhe kanë qenë 4 litra për sekond. Pra thotë nuk janë vetëm nevoja për ujitpishën, por edhe për vaditje. Por projekti është një projekt i cili depon e parë ai fshatit. Pra mbushet depo e fshatit, po realizohet apo do të realizohet projekti që depo e parë i shkon fshatit. Çfarë thotë kjo në aspektin teknik? Fshati nuk në asnjë rast nuk bëhet pa ujë, nuk cënohet. Pra depozita e parë dhe pjesa e furnizimit i shkon banorëve të tragjasit edhe radhimës. Pra nuk ka asnjë lloj risku që të ngelen pa ujë. Dhe pjesa tjetër që delet në det. Pra ne flasim për 500 litra në sekond si mesatare vjetore, po deri në det, po. Dhe gjithmonë njerëzit kudo ku jemi ne pragmatisht me natyrën e njeriu, natyra e njeriu është natyrë pragmatiste, thotë që duke qenë se izvori i takon si burim gjeografik tragjasit është pasuri kombëtare. Uji është pasuri kombëtare. Koncepti juridik po i është pasuri kombëtare. Edhe pasuria kombëtare menaxhohet nga shteti. Burimet minerare. Po flasim për në tokët. Uji janë element pra pasuri kombëtare, patjetër. Është pasuri kombëtare dhe çdo pasuri kombëtare menaxhohet nga shteti. I cili me të drejtë ajo zonë e cila do të shkojë ujë nuk mund të rri pa ujë. Njerëz janë ata atje. Sepse ndonjëherë shikojnë janë njerëz që pushojnë, janë vizitorë, janë turistë. Nuk janë gjithë vjetorë. Ka dërmi që jetojnë. Dërmi tani aktualisht po flisim për fshatrat, por ndërkohë destinacioni i këtij uji do të jetë pjesa turistike, pjesa vegetare. Ka që jetojnë, ka njerëz që jetojnë.
dhe që preken nga furnizimi i ujit në verë, se nuk kanë me ditë të tëra. Po, është e vërtet. Do me thënë njerëz janë ata. Edhe ata që vjen dhe i japin ekonomi qytetit, i japin ekonomi Shqipërisë janë njerëz të cilët vinë për të pushuar dhe nuk mund të shikojnë si ata nuk janë njerëz të cilët vinë. Ata janë njerëz shumë të rëndësishëm për ekonominë tonë, edhe vetëm nga natyra ne pa diskutim që bëhet fjalë kur ti fton dhe hap turizmin, është gjithmonë një biznes, dhe nuk mund të hapet një biznes pa praninë e ujit. Dhe ky ujë derdhet në det. A mundet të pranojmë që ky ujë të derdhet në det? Sepse jemi fanatik që ky ujë i izvorit është i takon banorëve, kur ty nuk të cënohet asnjë lloj pjesë të investimit të siguria e ujit. Dhe jo vetëm kaq. Mund të Trajgjasi edhe Radhima së bashku. Sepse Radhima merr ujë nga Trajgjasi, merr ujë nga pompa numër 7 e qytetit. Pra ka 2 burime furnizimesh. Radhima si fshat, pra ka 2 degësime. Ka 2 degësime të furnizimit. Se dhe një pjesë e qytetit shkon pompon, domethënë pjesën e Radhimës, flasim sot, e nesër mund të ndryshojë sepse projektet gjithmonë janë dinamike nga projekti. Po kur bën studimi, si unë referoj gjithmonë në dokumentat të cilat janë paraqitur në sallën e gjyqit. Studimet janë bërë për 40 vjet. Pra këto prurit e ujit, kur është bërë projekti, ka studiuar sasitë e ujit për 40 vjet. Ai studim fizibiliteti, nëse mund ta quajmë ashtu, për një periudhë të 4 dekadë. Analiza e riskut është shumë e madhe. Sepse asnjëri nuk mund të bëjë një investim të tillë kur nuk është i sigurt që nuk ka ujë. Si mund të bësh një investim kur ka ujë? Dhe janë kompani të cilat vinë, janë institutet hidrometeorologjike të cilat arrin dhe gjeologjike që arrin të shikojnë kapacitetin e burimeve. Sigurisht. Edhe unë them gjithmonë që çështjet e komunikimit, e mungesës së qartësisë ose e projektit ose dikush tjetër e keq interpreton, sepse dokumentat zyrtare të cilat janë paraqitur në sallën e gjyqit janë këto fakte. Që burimi i ujit është një burim i cili merret vetëm Teprica. Pra projekti synon Tepricën, të menaxhojë Tepricën. Pal në këtë çështje gjyqësore, cilat janë përveç se banorëve, komunitetit banorëve vendas. Edhe projekti, përfaqësues të projektit. Po bashkia në këtë rast me çfarë stature është, me çfarë cilësie, apo nuk paraqitet në seancë? Avokatura e shtetit është pala e tretë, është avokatura e shtetit, e cila përfaqëson të pyshin projekt. Por ne nuk mund të rrim se bashkia është kudo ku ka interesat të qytetarëve. Edhe pa diskutimin, asnjë lloj rasti kur ka një projekt që cënon, që nuk ndodh kurrë që projektet bëhen gjithmonë për të përmirësuar qytetarëve. Sepse qytetari është dhe ai i zonës së Palasës. Që do ujë, por që ne ujin e derdim në det. Dhe asnjëri nuk i duket normale që uji të derdet në det, edhe ne flasim për Tepricën. Gjithmonë Teprica. Që do të thotë kur do të vijojë implementimi i këtij projekti, sepse nuk e vënë ndyshim që ky projekt do të realizohet. Pasi të përfundoj çështja gjyqësore? Jo, ka humbur sigurinë e padisë. Banorët e kanë humbur sigurinë e padisë, që nga ana juridike projekti mund të vazhdojë në çdo moment. Kjo varet nga projekti, domethënë kur do të jetësohet projekti, por kuptohet që këto projekte fillojnë gjithmonë tani mbarojnë koha, shirat dhe këto dhe është koha më e mirë e fillimit të projektit, ne presim gjithmonë me kohën pranvera janë muaj shumë të mirë për të filluar investimet. Do doja që të ishim të vazhdojmë të qëndronim në këtë hapësirë televizive, sepse biseda me kryetarin e bashkisë së një hapësire urbane si ç'është Vlora, gjithmonë është interesante sepse përcjell detajet të cilat janë me shumë interes për publikun, por si përcjellje racional. Në raport publik dhe panel që jemi së bashku, po mbyllim këtu me dëshirën dhe kërkesën që të ritakojmë sërish me çështjet të cilat janë pjesë e interesit përgjithshëm. Falenderoj shumë që ishe sot me mua në këtë hapësirë pra në Fusion këtu në televizionin Plutb. Unë ju falenderoj edhe një falenderoj të gjithë qytetarëve që më kanë mbështetur në këtë kohë dhe një ndjesë shumë të madhe të gjithëve që më kanë shkruar për takim dhe nuk arriti të takoj, sepse kuptohet kam vetëm 2 muaj dhe ka qenë 2 muaj shumë intensive dhe impenjative që nuk kam pasur kohë fizike të arrit takimet, por gjithë stafi dhe në kryetar kanë qenë takime. Uroj shpejt që do të jem patjetër virtualisht. I takove dhe sot. Unë jam në rrugë. Besoj se një pjesë të çështjeve që do trajtojnë pra e morën informacionin përmes kësaj hapësire televizive. Kanë suportuar gjatë gjithë kësaj kohe. Atëherë kënaqësi që ishim bashkë. Nderuar bi që ishim me kryetarin e Bashkisë së Vlorës, zonjën Bruna Bersini, ju falenderoj për vëmendjen. Natën e mirë, shihemi javën tjetër.